Top Albania Radio, she's on air. Përshëndetje! She's on air në Top Albania Radio, dëgjues të dashur, ju shikues. Jemi përsëri, është e enjte, ka ardhur ora e She's on air dhe patjetër kemi të ftuar interesant si për herë. Dhe nuk do humb shumë kohë, në fakt do ta nis direkte. Hysgen, mirë se erdhe tek ne. Shumë kënaqësi që të kemi pjesë tonë. Dhe në fakt do doja ta filloja direkte këtë pjesë me një temë shumë interesante e cila ka hapur disa polemika në rrjetet sociale. Ka qenë një kosovar, në mos gaboj, një djalë gay nga Kosova që shpërtheu në rrjetet sociale duke thënë se donte të bënte një martesë fiktive me një vajzë lesbike, vetëm për të mbuluar faktin e paragjykimit se po të ishte me një mashkull, do ta gjykonin më shumë. Si do ta gjykojmë neve këtë? Sa raste kemi pasur ne në jetën tonë që mund na kemë përballur me martesat fiktive? Hajde më tregoni. Tani nisur si fillim nga ky rasti që ai në këtë rast është gay dhe ajo është lesbike, unë nuk e kuptoj nevojën që kanë për të martuar. Domethënë, pse pikërisht duhet të martohen? A nuk jetojnë dot? Po jo, a nuk jetojnë dot jetën e tyre gjatë, lumtur, të pashqetësuar ndaj opinionit publik? Jo, sepse nuk i pranojnë rrethi dhe familja dhe nuk janë të deklaruar gay apo lesbike. Po si nuk i pranojnë? Në 2026 i kemi pranuar gati të gjithë. Ne i kemi pranuar shoqërinë tonë, por ne nuk i kemi pranuar në martesë. Nuk e pranojnë pranë shtëpi. Po pse ai nuk është i deklaruar si gay apo lesbike, nuk e di njerëz që janë të martuar me fëmijë dhe po pritni tani. Janë në anë e kundërt. Për tek kësaj gjaje, ajo që edhe me fëmijë. Gjëja që mua më intereson është me kuptu se çfarë vlere ka për këtë person martesa, sepse ndaj momentit që ti po konsumon martesën me një person që ti nuk do, nga ana tjetër ka një shije tjetër, le ta quajmë kështu, pse do martohesh? Kjo është pyetja. Kjo është pyetja që bëra dhe unë. Cila është nevoja për ty të martohesh? Shife se është diçka shumë më e thellë se sa ne po e thjeshtojmë sepse unë po zbërthej. Nuk kemi lëkurën e tyre dhe nuk kemi. Jo, mos të hym para gjykimeve. Ne kemi të martesa. Pse të martohen? Një arsye. Asgjë do na tregosh pak ti më shumë për shkak sepse ata already janë të rënduar emocionalisht dhe nuk e dim se si janë duke përjetuar. Dhe ata nuk kemi duke gjykuar këtë pjesë as pak. Ideja është që të presim mirë të ftuarin. Hajde gjeni ne një mendim. Po mendoja që martesa fiktive zakonisht kanë çiftet straight, sepse një femër dhe një mashkull mund të kenë 1001 arsye pse mund të bëjnë një martesë fake. Po këta që thyejnë tabu, deklarohen për një orientim ndryshe seksual, unë se kuptoj pse duhet ta kenë nevojshme të bëjnë diçka fiktive ku paktën sepse janë të padeklaruar pra. Po fakti që doli në lajm dhe thotë që ne e morëm vesh. E keni keq kuptuar. Është një status që është bërë në mënyrë anonime dhe thotë unë jam një djalë gay dhe dua një nuse lesbike dhe ne duhet të shtiremi sikur jemi straight, që të shtiren para familjes sikur janë straight. Po nëse është kjo arsyeja, nuk e di pse po analizojmë, ato po e bëjnë thjesht për të pasur një martesë të kamufluar për të bërë qefet e tyre njëkohësisht. Vajza ju tregoj unë një histori, domethënë personale nga një shoqe imja që e kam njohur tani. Kjo shoqja ime ishte e lidhur me një burr, po themi plus 40 vjeç. Okej. Dhe ajo e donte, por familja e saj nuk e pranonte. Tani këta të dy kishin bërë një marrëveshje që do gjenin një djalë gay dhe këta do martoheshin, do bënin një fëmijë me burrin plus 40 vjeç, 50 vjeç sa mund të ishte ai. Edhe domethënë ky fëmia do quhej sigurisht fëmia i kësaj dhe atij djalit gay, kupton? Sa për të mbuluar këtë pjesën ndërlikojnë gjëra, ca e çuditshme. Po se familja nuk e pranonte, kjo ishte edhe ajo shumë okay të tre. Nuk është atë që le të jetosh me një gjë pa e pranu veten edhe pa të pranu njerëzit. Por këtu qëndron diku tjetër muhabeti, sepse bie që është dikush tjetër që janë prindërit që po të kërkojnë të martohesh, të bësh fëmijë, edhe ti nuk ka se po i detyrohesh botës, por familjes. Po, se unë di një raste që janë sa nëna shqiptare ke ti që përfundoi në spital vetëm duke menduar faktin që po i ngelet djali në derë ose vajza. Është vërtet. Shumica e klientëve që unë bëj konsulta, kur shohin marrëdhënie që nuk kanë një përfundim martesor, thonë që në fund fare ajo që i mbetet për t'i thënë është
e di po e përjeton shumë dhe mami ose e përjeton shumë dhe babi, po jo po jam 34, jo po jam 37, jo po m'hikën koha. Dhe normalisht është shumë e vështirë. Pastaj në rastin e këtij mashkulli 40+, imagjino çfarë mentaliteti ka jetuar ai dhe sa shumë është kamufluar dhe le të themi aq shumë e ka ndrydhur identitetin e tij sa është i detyruar për të qenë mirë me familjen dhe me botën, ta bëj një procedurë të tillë sepse në momentin që ai bën 40+, i gjithë komuniteti ku ti jeton, të diskuton vetëm atë gjë. Takon një shok pse nuk martohesh. Takon të shtëpisë sepse nuk martohesh. Ne në të vërtetë po jetojmë për shoqërinë apo po jetojmë për lumturinë tonë? Ky ka qenë problemi jon. Është problemi jon si shoqëri. Dukemi bukur në sy të publikut, në sy të tjerëve, po lumturia jon në të vërtetë apo staren si fare? E këtij komuniteti vetëm ne që dalim në televizion mund ta kemi pranuar. Asnjë familje shqiptare nuk e ka pranuar. Pra është një fenomen që ndodh në shoqërinë tonë, sepse jashtëti besoj që është pranuar. Nuk është as jashtëti shumë normale pranuar se sa e mendojmë. No, come on, unë jetoj në Itali, janë martuar, është diçka okay. Okej, po këtu në Shqipëri, çfarë mendimi keni ju? A është shoqëria shqiptare e gatshme që të pranojë martesat e së njëjtës gjini? Është shumë e tepër ta them, po ti ke dhe familje baballar që thonë që djali im po është gay, unë e vras. Është kulmi, është gjëja më nuk di si të ta shpjegoj. Fatkeqësisht ato janë batuta që bëhen, është një jargon që përdoret shumë. Jo, edhe në Itali un kam dëgjuar edhe nga familja italiane, por fëmia jote është fëmia jote dhe do ta duash gjithë jetën edhe nuk e besoj këta gjëra kaq të ndoshta në praktikë ai nuk do e bëj dhe madje kur është përballur me këto fakte shumë prindër edhe kanë ulur kokën dhe e kanë pranuar pas një farë kohe. Por Shqipëria ka një problem shumë të madh që të gjithë po e zbatojnë pas kur s'po e pranon. Pra ne kemi shumë raste, ne që jemi persona publik, inboxin e kemi full. Dhe nuk e kemi nga moshatarët tanë, se ku ta gjesh një moshatar që hajtë se po të ngacmon, po janë pikërisht burrat e martuar, këta nga 30-40+, janë pikërisht këta që janë me unaz në dorë dhe që ngacmojnë shumë kategori. A mendoni që është një fenomen që i përket më shumë gjinis mashkullore se sa të gocave domethënë? Që japun një rast tjetër, një rast. Jo, e kanë për pjesën e deklarimit. Domethënë gocat e kanë më pak problem se sa djem në shoqërinë tonë shqiptare. Se gocat po, e kanë më të thjeshtë të deklarojnë. Po, gocat e kanë më të thjeshtë. Mendoj se një pjesë është e njëjta gjë. Thjesht pranohet për syrin. Nëse shoqëria të tregoj një histori. Kjo luftë nuk po bëhet fare për femrat, nëse prandaj unë mendoj se është vetëm rast që na kanë prekur nëpër familje kanë qenë raste femra, gjithmonë kanë qenë vetëm rast që femra nuk gjykohet. Femra nuk gjykohet në këtë aspekt. Por femrat edhe din ta kamuflojnë këtë gjë. Gjykohet kur mund të merren edhe me partner të cilët mund ta kalojnë një farë etape, por ndërkohë të kenë një shoqe dhe t'i bëjnë ato eksperiencat në një formë tjetër. Kam pasur një shoqe, ajo u lidh për herë të parë dhe ishte shumë e dashuruar me atë djalin. Jo vërtet, ishte shumë e dashuruar me atë djalin, ai djali është gënjeu. Dhe kjo shoqja ime u kthye në lesbike vetëm nga zhgënjimi. Nuk mund të kthehesh lesbike nga zhgënjimi, është diçka që e ke parë. Jo, njerëzit gay, lesbike, trans lindin, nuk ajo vajza transformohen në rrugës. Ne e dim që ashtu e shpreu ajo. Gjinia ka qenë gjithmonë një debat shumë i gjerë, por sot më shumë interesin e kemi tek martesat fiktive. Pra, sa janë prezente këto, sa njerëz përpiqen, domethënë zgjedhin këtë martesë se sa atë të dashurisë, pra interesat janë më. Edhe ajo një lloj dashurie është. Domethënë, për dokumentat. Për te martesave fiktive të orientimeve seksuale kanë edhe për shkak të pritshmërive familjare. Ja po ju jap dhe unë një histori. Them dhe unë shoqja ime. Po. Jo, unë shoqja ka vërtet. Një kolegu im së shpejti do martohet, patjetër, po do martohet komplet pa dashuri, sepse vajzën që ai vërtet e dashuron, familja e tij nuk ja pranonte, dhe ai do marrë vajzën që familja vet e adhuron ta marrë. Dhe nuk është mosha as 40+ as një gjë, thjesht është imponimi që familja të bën. E di pse? Sepse është statusi social dhe ekonomik shumë i lartë që këtyre familjeve priren të marrin domethënë ky djalë priret të marrë çdo familja e tij. Ky është çelësi i gjithë kësaj, i gjithë këtij muhabeti. Unë di dhe jemi femra dhe në moment që ne duam një njerëz dalim kundra dhe familjes tonë, ndërsa një mashkull nuk i del dot kundra nënës edhe babait, sepse e mban çdo gjë që ai ka, e ka fal familjes. Na zerua për një njerëz që do se jemi femra dhe kemi dalë kundra. Ndoshta po të fillojnë nga zero as ajo vajza nuk e do më. Interesante. Edhe kjo mund të jetë. Këto janë gjitha teorinë që nuk i përkasin dashurisë së vërtet.
Ju lutem. Po pra, martesa fiktive pra. Apo flasim për këtë? Jo, për pjesën e jo po leku, jo po, okay, jemi dakord. Është kriter që duhet dhe jo, mos bëjmë tani. Jemi ç'a jemi, flasim, dashurojmë edhe dim ta themi shumë bukur fjalën dashuri dhe të themi se çfarë është dashuria, por bashkë me dashurinë vjen dhe interesi nga normale. Pastaj është tjetër gjë nëse interesi është për letra, është për një status social, është për një, domethënë, ndryshon. Ti Livia punon fort për të arritur këtu ku je. Ke punën tënde, rrogën tënde, mban veten tënde. Do pranoje ti një djalë që rrikot gjithë ditën dhe ta mbash ti atë? Po ama e ke pranuar? Se kaluat ke materializëm. Po prandaj është një ish. Jemi akoma ke martesa fiktive. Po Në radhë parë, unë mendoj që ti keni vetë do ta bëj një martesë fiktive? Unë edhe me dashuri nuk mendoj që më pëlqen martesa dhe kontrata martesore. Jam that type që më duket sikur ajo kontrata sikur i ngurtson dhe i fto gjërat emocionale, duke qenë se koncepti im për dashuri nuk ka lidhje fare me këtë politikën dhe martesën. Po keni një pyetje kështu, e ke gjetur dashurinë ti? Se mirë në shoqja, shoku. Pra, këtë do thoja që të gjithë ne themi që jo një shoqe u dashurua, jo unë u dashurova, jo vuajt ajo bëra, nuk shumica prej nesh këtu nuk ka kalu dashuri. Rastet e para që ne kemi menduar se kemi dashuruar kanë qenë raste ku ne kemi pasur disa trauma dhe disa boshllëqe traumatike nga fëmijëria jon dhe personi që kemi njohur kemi menduar se po ne i kompenson dhe kemi menduar që jemi dashuruar. Por dashuria vërtet nuk është pikërisht kjo. Në radhë parë duhet shohim connectionin shpirtëror që dhe shpirtrat për mendimin tim nuk kanë asgjëni nëse flasim me që e kishim tek orientimi më parë. Në momentin që ne kuptojmë veten tonë, identitetin, shpirtin tonë dhe kuptojmë se çfarë na plotson, po jo në kuptimin e varësisë, na plotson në kuptim të plot shpirtëror, atëherë nuk kemi nevojë të ngecim midis temës së një kontrate fiktive. Në qoftë se ti do gjendesh në këtë situatën që do të duhej ta bëj. Nuk e lejoj unë shpirtin tim të gjendem në këtë situata, sepse këta njerëz që bëjnë kontratë fiktive janë rritur në narcisizmin e prindërve të tyre. I japin satisfaction nevojave të prindërve dhe nuk janë rritur me idenë që do zhvillojnë identitetin personal dhe do gjejnë atë që i duhet. Dhe çfarë ndodh? Njërin e kanë ke shtëpia, e rrasin aty dhe zakonisht ajo është një femër anakronike, pak e lashtë, mund ta themi në terma shqiptar, sepse e marrin vetëm sa për makineri fëmijësh dhe familjesh, dhe atë që duan e kanë për genin të sajt këto gratë. Të koment që sa po e bëre ti tani e kanë bërë para 3 javësh, 4 javësh këtu. I mirëpresim këto komente se ata nuk do e pranojnë kurrë me veten. Atë ka ndonjë prind që mund të ketë pyetur për shembull për çunin tim që ka këtë shenjë horoskopi se çfarë do shkojë. Prindrit i kanë pik dobët dhe zakonisht prindrit më duan më shumë se vetë klientët apo moshatarët e mi klienta. Zakonisht tregojnë më shumë dashuri për mënyrën si unë kam interpretuar horoskopin dhe po e kanë këtë merakun gjithmonë, sidomos kur janë edhe 22, 23. A do ketë në i fat çuni, a do ketë në i fat goca? Çuni grop aty. Unë aty e harroj parashikimin që po bëj dhe filloj terapinë, o zemër, po ai nuk e njeh veten, është i vogël, prit se ka për të kaluar raste, gjyra njerëz. Është shumë interesante. Goca, po juve edhe ti neve do të kalojmë në një hapësirë të vogël publicitare në fakt përpara. Pastaj i pyesim vajzat, po direkte në temë. Rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer këtu në She's on Air, kemi një të ftuar special sepse besoj që tematika e horoskopit në shoqërinë tonë është tërheq shumë. Domethënë unë kam burrë që njerëzit tani të thonë, të pyesin si ke emrin, po ç'është ai horoskopi jetë. Domethënë nuk intereson gjë tjetër. Ka kalu mosha në vend të dytë. Geni, po që mund të ketë shkruar ajo mama jame për shembull, se ti ka marrë këtë telefon tani, edhe pyet për shembull goca jame. Me çfarë shenjë horoskopi për shtatet. Do ta kontrollojmë pastaj. Po. Unë jam Luani. Okej. Ju Luanë zakonisht shkoni shumë me ujorët. Ujorët. Po. Zakonisht martohen Luan me ujorët. Vërtet? Aty na dilte martesa. Na marto të gjithave tani nga një shenjë. Po mirë, më bëni secila ndonjë pyetje që të dish ti përgjigje. Mirë, unë jam shigjetar, me kë do martohem unë. Okej, ju shigjetarët gjithmonë keni situata pengjesh. Do të thënë dikush ju ka peng, dikë tjetër ju keni peng,
Edhe mënyra se si u martoni është kaq e pakuptueshme, like keni 3 opsione dhe papritur vendosni të fejoni në njëri, të katërtin. Asa po 3. Shkret jam. Kështu Luani si rregull ndonjë. Luani është i rregullt dhe është big heart person, është njëri me zemër të madhe. Ndonjë shenjë specifike. Po mirë, po jam se kur dashurojnë Luanët, e di si bëhen, e di si binden. Po ndonjë shenjë specifike që shkon gjithmonë me shigjetarin? Zakonisht peshoret bëjnë good vibe me ju dhe dashi, shumë e dashi. Okej. Këtu ke një dem, Narcisistat. këtë vit, se do ta them e kam fiksim, e kam ditëlindje me 26 prill dhe mbush 26 vjeç dhe është viti 2026. Po, dhe ndodh lëvizja e Uranit për 26 që ikën nga demi dhe a do ndodh diçka e madhe se mezi po e pres. Apo janë gënjeshtra. Ty të vjen një lehtësim i madh. Një lehtësim i madh në peshat që ti ke mbajtur për 7 vite. Për ngarkesat emocionale që mund të kesh mbajtur në 7 vite dhe ti jo fiks me 26 prill, por pak më mbrapa, ti do ndjesh që shumë pesha po të lehtësohen nga realiteti jot dhe po fillojnë gjërat të bëjnë një shift. Por Urani është një planet që nuk parashikohet, se është kështu si vetëtim, kështu se çfarë vjen për ty vetëm ti do e dish. Do vinë gjëra të reja, s'kam rikthime. Unë si një peshk që jam, po e them në emër të gjithë peshkëve që është viti i parë që më në fund jemi të lumtur edhe jemi të qetë dhe po i mbyllim gjithë ato drama. Po dikush e pranoi në fund. Askush nuk e pranon, gjithë vetëm thënë çaj. Jo, this is our year. Për peshqit, this is our year. Na fal. Është viti juaj talenteve. Po kjo me këtë martohet? Viti ju nuk ka martesë. Më fal, nuk kam kohë për martesë të shijoj. Se e lumtur do të thotë që nuk martohet, se po të martohet nuk do ishte e lumtur. Okej, po se unë ta nxiva paketën, po s'ka problem. E morë vesh unë jam një akrep. Një akrep normal ti kur don të parashikosh, don të dish detajet, sepse ju go deep into it, kupton? Ja, unë jam ascendent akrep, do t'i dëgjoj dhe unë këto informacione. Pas kemi ascendent. Kush është shenja që më për shtatë? Por ascendenti është shumë ndryshe nga shenja. Ascendenti është magnetik, kemi aurën magnetike, kurse shenja është pak më dark, pak më errët. Për shembull këto karakteristika tak Marsi ascendenti nuk i ka aq shumë se sa i ka shenja. Tani, me kë për shtatë mund tani në shenja? Po ti mos ngec me ndonjë peshk, kështu vërdall. Gjeni, se unë tani kam një problem shumë të madh. Do t'ju tregoj një histori se ç'a më ndodhi dhe unë si akrep dua të më japësh ti një mendim, po dhe unë akrep jam, po shiko ç'am gjeti. Akrepa helmutet të Unë e marr më sportivitet, po. Para disa ditësh isha duke bërë një xhiro me makinë me një shoqen time në darkë. Dhe në autostradë na pretur rrugën një makinë e madhe, po themi, nuk po e përcaktoj. Ka këto që janë kështu dy egozhin. Po, lëre. Okej. Edhe unë tha se ja futa për pak, po që frenova në moment dhe ky tipi del kështu si i fort dhe kishte një pistolet në brez. Dhe tani vajza erdhi aty te xhami, unë tani bëra që tikja. Po ku tikja? Unë ku të ikja? Doli para makinës, po. Edhe tani që mos gënjejmë, çik frikisha se thashore ç'e bëra, mos e shava, mos e ofendova, kupton? Ajo shoqja ime se reagoi rat fikt fare, kupton? Sta mori mendja që po ju gjunte. Jo, hiç as e kuptova fare tash. Çfarë aspekti po i gjunte? Edhe vjen me pistoletën në brez, e nxjerr një herë, rrotullon kështu edhe më troket te xhami. Oh, shpirtim të lën trupin. Edhe e hapa pak fare. Ule më thaj. Thashun kishte ndonjë problem, koci kur s'kisha frikë, po që edhe unë tha doja pa kontaktin tënd. Po thash nuk jam interesuar. Nuk e di nga mendoj. Unë tha, kontaktin e do t'ja po pistoleta. Unë të njoh ty të kam parë në radio. Ti ajo aksesori tha, jo bo. Tash o zot. Nuk do vdes sot. Filluam bën pak muhabet atje sa për ta hequr qafet dhe nuk i kthej pa marr numrin, kupton? Tani shoqja ime. O një kujdes me këto deklarata se kthej. Se mos po më tha që unë ty kam këtu gjitha me pasaj. Unë ty do gjej te radio thaj se di që e keni te arena edhe do të pres atje. Tani shoqja ime i dha një numër kod, se unë i thash ja kam telefonin e fikur. Edhe tani unë tani po bëj deklaratë. Ai është aty porto god. Tani unë po bëj deklaratë, po i ka dua të them shpreh. Po i ka për ju tjerët mos lini komente për këtë temë. Ne kemi një koment. Ana ime. Shpresoj t'ju eci mbar dhe Jo, se këtë
deklaroj. Prit. Jo, se dua të bëj një deklaratë. Po ju vuni për burra till moj. Jo. Ju vi Pietri, po ju në për filma i bëni videove me kriminela. Shefin. Kush jeni ju? Okej, jo ti. Kush jeni ju? Vetëm ti jo. Tani keni çfarë të A bëj? mund të them diçka? Po ti isha unë në vend të Engjit, se ne kemi një shprehje në Numrin Vlora. dhe vetëm, Jo. Themi kur nxirret pistoleta, o shkrepet, o pika. E po tani nuk e pika Dhe unë, po, ne në Vlora e kemi këtë gjë dhe unë do t'i thoja, me që ti vlla e nxore këtë gjë, o shkrepet, Jo. Ajo Besiana nuk është kjo. Don't try this at home. Tani, Vetëm rrugëve. Geni, ti tani çfarë parashikon për mua We si were akrep just për këtë joking. We situatë? were just Jo, kjo situatë është brapa shikuar, se ka kaluar. Nuk pra Jo, shiko, do me thënë mos më vjen tu poshtë. Jo, akrepat fakt. Jo, ashtu s'pjes me unë aq herën e parë se më kapi pa përgatitur, tani e baj me vete vlonjate. Jo, më kot akrepat i konsiderojnë si shenja e horroreve, sepse kalojnë eksperjenca që quhen near death experience, eksperienca afër vdekjes, but they always shpëtojnë, survive. Kupton? Kitet si akrep. Gjithmonë shpëtojnë, janë të pavdekshëm me pak fjalë. Mos më pyet ajo që unë parashikoj është që ai do shfaqet prapë. Po të vit Dhe në një moment të Sa aq doja. Në një moment të Doja dytë ti do japësh joshesh numrin. nga ai dhe do shkosh në Unë date mendoj dhe me- do japësh numrin. Meqense jemi te këto situatat e çifteve, martesave, e këtyre situatave, ne e dim që ti ke një marrëdhënie shumë të ngushtë me Ina Aderin. Yes. Ina është një shigjetar, të mos gaboj. Po. Dhe Casey është një virgjëre. Peshore. Peshore, okay. Po. Atëherë, si është marrëdhënia mes tyre? Kemi dëgjuar që ka pasur krisje, si kemi këtë çiftin? Siç e dini, ti që je vetë shigjetar njerë, ti do bëje për shembull diçka fiktive? Se shigjetarët nuk pranojnë të bëjnë gjëra fiktive. Ti po thua që mund të ketë shanse? Që do me thënë, është aq origjinale si vajzë, sa që dhe kur pati një zënk, ndodhi ajo situata që u pyet në intervistë që pse e hoqe. Por tani çifti është shumë mirë. Përderisa, sepse në momentin që tha që nuk do bënte një gjë fiktive, i bie që mas Casey ka kërkuar të dilnin çift në nuk ka publik. lidhje, po me që ishim me tematikën. Ishim me tematikën e gjërave fiktive. Kjo ishte thjesht për të vërtetuar që ajo pyesja ty që ti je vetë shigjetar dhe ju jeni shumë transparent dhe ju bëni her pas here edhe gafa, do të thënë i bëni shumë publikisht gjërat. Okay. Dhe me historinë e Inës, mënyra se si doli, sa publiko u bën gjërat, vazhdojnë të jenë, nëse ju ishini bashkë, ato dijeni se janë bashkë për arsye se duan të jenë bashkë. Është Casey ai partneri ideal për Inën sipas astrologjisë po flasim? Jo. Sipas astrologjisë peshore dhe shigjetarit. Po, unë e thash dhe çfarë për ty. Me peshoret të drejtën, Kemi sinqert. Peshoret fakt janë shumë shenjë interesante sepse ato dinë si të bëjnë paqe me çdo njeri dhe zakonisht bëjnë për vete, thuajse çdo shenjë të horoskopit. Shigjetari i jep energji, është ai person që të ndez llampën për të dhënë vrull dhe energji për të ecur përpara. Dhe mendoj që Ina po e bën këtë gjë dhe në momentin që doli nga Bigu edhe Kesin e pash që të aktivizoje pak më shumë, qoftë edhe në anën sociale, mediatike, se kishte rënë pak në heshtje. Ti ke qenë shumë afër mamit të Inës, mos gabofsha, sidomos kur ajo ishte në brenda shtëpisë. Si e ka përjetuar mami eksperiencën e Inës brenda? Unë e di që ka qenë në atë kohë kur kam dhënë lajm që ka qenë keq, por ka qenë në komunikime në distancë, nuk është se kam qenë shumë afër. Dhe më pastaj u bën shumë mirë sepse është shumë dakord për marrëdhënien dhe hapat që po hedh Ina. I ka përjetuar keq komentet negative ndaj vajzës së saj, sepse mama jame nuk duronte as edhe një lloj. Çdo nëni përjeton keq komente. Ato dhe gjërat e vogla i bëjnë më dhaja. Ditët e para kanë qenë shumë të merr edhe nga mënyra se si ne shikonim gjendjen, sepse përveç faktit që nuk po shpjegohej dhe nuk po pranohej nga asnjë banor aty brenda, nami jashtë dhe skandali po bëhej akoma më i madh në rrjetet sociale. Unë besoj që është shumë e vështirë për një prind, por unë kam një këshill, kur mos lexoni komente, se komentet të gjithëve na e bëjnë. A ka pasur ndonjë situatë në veçantë që e ka rëndu shumë? Po nuk e kam pyetur specifikisht dhe mentaliteti i prindërve. Prindrit
edhe gjën më të vogël i duket shumë e madhe. Unë kisha mamin që telefononte të gjithë. Domethënë Erona Rusin e ka mbajtur në telefon nuk di sa kohë për çdo gjë që ndodhte. Ja po ndodhi kjo, kështu që deri diku e di se ku e ka ndje pak më shumë atë vështirësinë ose atë Po lëndimin, prindrit nuk e shpjegojnë shumë gjatë, thjesht thonë më ka dal goca keq për shembull dhe e përmbushin me atë. Goca ka dalë keq, por ishte edhe një partner bashkë me të. Çfarë mendonte mami? Nuk e kam pyetur, nuk e kam bërë intervistë. Po Ina kishit pyetur për Inën se sa për mamin e Inës, se Po Ina se e duhet të takoi flasun për akoma mamin e vjedhën, Inës. sepse ishte një takim pending. Atë duhet ta thot Ina vet. Ishte shumë kënaqësi vërtet që të kishim këtu pjesë. Tani Ina, unë dua të bëj një pyetje shpejt të lutem. Geni, unë kur erdha pash që ti kishe një tatuazh 69 e qafa. Ka ndonjë gjë specifike kjo apo se Allah more. Në fakt mund merret edhe si pace sheet, por Është gaforja. Shenja gafore sa ajo. Ami enxhire ty mendja të shkonte. Këto di vetëm shenjën e tyre si duke. Po janë krepa këto, diun ku shkon mendja këtyre, you know. Jemi pas të You know what they say about you. Geni, ishte shumë kënaqësi që të kishim Shumë pjesë. faleminderit. Shijuam shumë bisedën bashkë me Gjithashtu. ty dhe të urojmë shumë suksese në Shumë vazhdim. faleminderit. Shumë kënaqësi, faleminderit. Së bashku kalojmë në publicitet dhe rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer në She's on Air në Top Albania Radio 100 FM në kanalin 10 në digital dhe siç ju kemi premtuar me të ftuarit tan shumë interesant, këtë herë duhet ta nisim me një këngë. Manis. Mallakastër djemë nure, me dy feke me kobure, me dy feke me kobure, historisë që jam kusure. Ere që shjeni mire, që keni bere? Mire qa ban? Ardit Murata. Ej, gocët e She's on Air, përshëndetje. Ka lezet më shumë. Ka super energji. Jemi dakord të gjitha? Po. Ardit, ti je dakord që ne kemi super energji? Super dakord, 10. Se i herë Besiana u bu me nerva, se gjykove. Në fillim, po, se u futet dhe s'na foli, dhe unë thash, okej, me shukis më Dhe foli. flasës duhet të flasin të ftuarit, jo të flasin të ftuar. Deso më falë shumë, me shumë djesë. Si është në këto raste, Edhe që u si thash kërkohet falje në këto edhe kohës u thash- moderne. Edhe u thash, nuk i bëj asnjë pyetje. Okej, pyetjen e parë do të thonë bët desi. Ja, nisi desi. Kes desi. Desi, hajde. Po tani miku pyetja. Sa më kështu, kaq kështu, si quhet kjo fjala. Emocionua. I bëjmë Bëj shaka, bëjmë shaka. që ta ish trori. Hajde. Hipnozë. No, bravo. Ja, se i erdhi pyetja. Moderator tjetër, s'di fjalë. Hajde. Okej. Skandal. E mbledh. Opa. Bravo, mblodhi. Desi e mblodhi, po. Si kanë qenë këto ditë? Mirë. Ardit, do na përshkruash me 3 fjalë eksperiencën tënde në Big Brother. Po. Ka shumë më shumë fjalë, por nëse do zgjidhja 3 do ishe unike. Përmbushse dhe kuptim plot për këtë moment timin. Pati diçka që të ngeli peng aty brenda apo Ngeli peng që s'neta më shumë që se fitova. kishe ndonjë plan që ndonjë strategji që e kishen rrugës për ta bërë, po Strategji. Do thoja që ishin disa situata në të cilat unë do doja të isha më i përfshirë ose po prisja që të isha prezent në shtëpi. Si për shembull momentin që unë e di që do të ndodhi që Rogerti do t'i kthehet Mirit. okej. Kjo do të ishte një moment, një nga momentet A do që ndodhi ai bashkimi? Miri Selin. Nuk e besoj. Domethënë unë shoh një Miri që po kërkon më shumë të kthehet ke Selin, se sa një Selin e cila kërkon që në fund të ditës të ketë një raport tashmë i cili do natyrë qoftë ai me Mirin. Nga ana tjetër, një deklaratë e Mirit ka thënë që nuk dua të kthehem në lojë më me Selinin sepse automatikisht i bie të jap fitoren. Nuk do që t'ja. Tash mos më shif mua shumë burrë se jam Miri. Okej, analizoj. Analizoj. Ça tjetër do bëj Miri aty? Asgjë. Mund të kthehet. Se çfarë tjetër do bëj Selinja? Mirë kthyer në një klysh. Në fakt tjetër do bëj Selinja. Selini ka Rogerti, mos e harro. Po pra këtë do thoja unë që në këtë pikë Miri i kthehet Rogertit. Edhe e t'ishte marrin për t'i kthyer, situatën dëgjoj. dorë tyre Po dhe t'ishte e lën për t'i Selinin në kthyer hije. Miri Rogertit, duhet ta kishte bërë Jo, Po nuk prit se mungon akoma. Mendoj se tani është momenti të kthehet. mirë. Atëherë si do t'i kthehet Miri Rogertit?
Si e mendon ti? Do dalë një situatë, kupton, ta përdori dhe të kthehet kundër, se janë të dy shumë të fortë, nuk mund të rinë deri në fund bashkë. Thjesht Miri nuk i kthehet dot Rogertit, se Rogerti është më lojtar se Miri. Miri është çuni mirë. Them të rikthehemi pak tek loja e Arditit. Arditi ke hyrë bashkë me Livian dhe Shëndritin. Kush është mendimi jot i sinqert për të dy dhe a ke kontakte më me Livian? Jo, me Livian nuk kam pasur kontakte, as kur kam dalë çështë vërteta. Me Livian, e di çfarë ndodhi si me Livian dhe me Shëndritin. Më pëlqeu që përpara se të futeshim e theksonin këtë energjinë e mirë, energjinë pozitive. Thoj, o zot shoqyr. Të paktën po futem me dy njerëz të tjerë me të cilët do bëj dy parë muhabet, do bëjmë dy gallata, dy. Dhe kjo zgjati sa? 30 minuta. Më pak se 24 orë. Me Livian në shpellë pata më shumë komunikim, më shumë kontakt. Me Shëndritin ju ktheva sepse 2 gjëra, 3 gjëra që ai thonte ishin komplet kontradiktore. Dhe vuar edhe në një moment ndoshta perceptimi im i gabuar asaj ditës parë të izolimit, por një qasje jo fort pozitive ndaj meje. Pra e shprehte shpesh që unë duhet bëj humor dhe është batuta G, por ama ndonjëherë atë batutën e ka përtej limitit dhe ka tendencioze, ose unë ashtu e kam marrë. Dhe kjo gjë më bëri shumë habi. Pjesa tjetër që unë konfliktova me Shëndritin ishte ajo çfarë ai kishte pretenduar përpara se të hynte, pra kishte konfunduar me mua dhe me Livian, që unë kam një bif me Brikenën. Dhe futët aty brenda, ndërkohë që Brikena fliste me Mateo, shkonte dhe Shëndriti ke dera dhe bënte puçi zemra. Okej. Po sa në fillim e shprehur që nuk ka qenë as pro. Pikërisht. Marrëdhënies. Dhe në një moment të caktuar, më thot Livia, ore thot se jam unë në vetë apo jo tani, se dëgjoj Shëndritin me Mateo në tavolinë, që Shëndriti i thot Mateos ka ndryshuar totalisht mendim për Brikenën. Dhe ajo është një vajzë shumë e mirë. S'kishin kaluar as 10 orë që ne ishim futur. Po pse mendonte se e ktheu pllakën në këtë mënyrë Shëndriti? Shumë e thjeshtë. Vëmendje? Jo, shumë e thjeshtë. Ishte një presion sepse neve, pavarësisht se shumë njerëz thonë që ju ishit favorizuar se u futët në shpellë, por për 3 individ që futën në atë pikë të lojës dhe janë vetëm me 3 banorë të tjerë dhe du janë të limituar vetëm me komunikimin me ato 3 banorë, ose do t'i bësh armiq ato 3 banorë, ose do t'i bësh miq. Deri në pikë të caktuar. Shëndriti zgjodhi, unë të paktën duke ditur këtë gjë, u mundoha që të kisha një raport korrekt vetëm me ose më saktë me të 3, i vetmi raporti sinqert që nisi në shpellë ishte ai me Gimbën. Kurse me pjesën tjetër me Selin edhe me Mateo thash, prit një herë se kaq ditë do jem këtu, pastaj do të dal aty jashtë dhe do ta shoh pak më mirë dhe pak më gjerë situatën. Po diskutuar tek pjesa e këtyre çifteve, ti që i ke parë më afër, kush është më reali nga këta të dy? Selin Gimbo. Po mirë, pyete për kjo puthja që erdhi pak më me vonesë. Kjo e Brikenës me Mateo. Shiko, unë kam thënë dhe dhe Mateos aty brenda, ja besoj Mateos atë ndjesi reale që ka për atë vajzë, sepse tani dreqja e mori edhe një djalë në fund të ditës, vetëm bën. Edhe tërhiqet ndonjëherë. Por jo tërhiq, unë. Pse të gjithë i besojnë vetëm Mateos të gjë, nuk e kuptoj. Jo, po them unë të paktën. Të gjithë që kanë ardhur ose edhe në shtëpi, unë dëgjoj që shprehen në këtë mënyrë. I besojnë Mateos dhe Brikenës jo. Pse? Sepse tani mund ta thojmë Mateo është fut edhe e vetmja strategji që Mateo mund të ketë pas mund të ishte Brikena. Ndaj edhe përkushtimi i Brikenës deri diku është i detyruar. Atëherë, perceptimi publik është ky dhe kjo është e vërtetë. Për të vetmën arsye sepse në spektaklet e prajmeve, pra të martën dhe të shtunën, gjithmonë fokusi është tek ajo linja e dashurisë, sepse është edhe elementi që shet. Pra, jo më një sekond, është edhe elementi që shet më shumë tani. Mos të bëjmë. Po, është i apasionuar. Tasojmë pak. Por Mateo, më fal. Por Mateo kanë vënë reshe aty brenda për pos Brikenës është lojtar me aq sa mund të jetë ai. Pra, hedhi det të reja. Futet dhe integrohet në bisedat caktuara. E bën si e bën Mateo. Por është ai në fund të ditës, se çfarë transmetohet apo jepet më shumë zë, kjo është tjetër gjë. Por prandaj them që ja besoj pak më shumë Mateo sepse është i vetmi i cili Mardi ti lëm çik pak dashuri të kthej. Po jo, unë dua të ngelte dashuria jote. Nuk jam unë që vej në dyshim Mateo në këtë rast, po do të kuptoj arsyeja. Pse të gjithë vi besojnë Mateos kur mund të mendoj që pikërisht është lojë, strategji dhe nga ana tjetër është një gocë që tash unë flas si gocë. Unë kur në bigun tim kisha një djalë që donte edhe të më afronte pak më shumë,
por normalisht nuk kisha shumë frikë edhe për çështje loje dhe ja kam thënë troç. O vëlla, nuk ka se do me mua fruti sepse do me ba lojë edhe kjo xhamu më ka step akoma më shumë, kështu që deri diku një briken edhe mund ta kuptoj. Shiko, ka një problem ama, sepse via kronologjike deklaratave të Brikenës nuk ka qenë konsistente. Brikena, unë kam thënë disa herë, Brikena dëshiron që të jetë politikisht korrekte, por ama në situatat të cilat janë të mbivendosura apo në një harë kohor të shkurtër të jesh politikisht korrekt të nxjerr shpesh herë kontradiktore. Po ti si qundu që sjell si Mateo që çdo herë, at lutem, okay, faleminderit, kaq doja. Ti shprehe një farë pëlqimi, le të themi për Nikolën, se që ishte vajza më e bukur aty. A kishte vërtet pëlqim në këtë fjalinë tënde apo? Do doje ta vazhdoje njohin me të jashtë? Do doja. Shiko, me aq sa unë perceptova nga Nikola aty brenda, nuk më duk sikur Nikol kishte ndonjë farë të heqën deri. S'të dha asnjë sinjal. Po nuk më dha asnjë sinjal. Ai ishte shumë ndoshta shiko, edhe efekti i izolimit aty brenda apo fakti që ti e ke në atë subkonsciencën tënde që po shihesh gjatë gjithë kohës, edhe të bën të stepesh. Po, nga ana jote ishte vërtet pëlqim real tani apo me që ishte kjo karta e dashurisë që shitet? Nuk e shpreh aty brenda pëlqimin për Nikol. E ke shpreh jashtë? E kam shprehur jashtë. Për çfarë do e veçoje Nikol? Aty brenda the që ishte vajza më e bukur. Që është vajza më e bukur aty brenda absolutisht, se do i thoja se lirë, drejtë mori tash se kisha gjim më shok e para. Po realisht për mua Nikol është vajza më e bukur aty brenda. Okej. Po një nga debatet të cilat ka bërë goxha zhurmë dhe përplasjet e tua ka qenë ato me Kristin. Si janë marrëdhëniet e juaja tani jashtë? Shumë mirë. Keni fol? Kemi folur. Jeni seru? U takuam. Shumë korrekte sjellja e tij ndaj meje, shumë korrekte sjellja ime ndaj tij, pra i dham dorën njëri tjetrit, fair play. Okej. A është ndrysh Kristi nga siç ishte ke loja? Jo. Domethënë është po e njëjti Krist. Shiko, përpara se të hyja, për Kristi realisht kam patur vlerësim për intelektin e tij si djalë. Pra e kuptoja shumë mirë që situatat që ai donte të krijonte, apo ngjarjet që ai donte të krijonte, ai kishte marrë atë rolin atij antagonistit, por një antagonist inteligjent. Okej. Pra një profil që i rrinte shumë mirë Kristit. Dhe më pëlqente në atë gjë. Më pëlqente realisht shumë. Kur hyra, fakti që unë hyra me atë kretë shokët e mi dhe Kristi që erdhi mos ulën në fytyrë, thashë tani se s'mund ta toleroj këtë gjë. Por kur u ulëm tek sfida e rezistencës që po bisedonim, e patëm një komunikim. Pra me tonet të ulura, me tonet zbutura, për të kuptuar se ku ishim me njëri tjetrin. Kristi thonte ti je me mirin, ti je në prangat e mirë dhe unë i thoja prit se nuk është kështu. Kur e mendoni vajza Kristi ka ba lojën të gjithëve, ja ka përgatit lojën të gjithëve. Po kur ta thoja unë ty mi lidhja me unë. O Kristi mua më pëlqente sepse në disa situata i hodhi të gjitha kartat me mua. Pra ti je me mirin, ke ardhur me mirin, pastaj ti ke ardhur për të krijuar tre këndësh me Brikenën dhe Mateon. Na trego kur nisi Kristja jote me mirin, edhe pse? Si fillim kishit një raport pak të afërt apo jo? Shiko, çfarë bëra? Duke qenë se sidomos ky edicion i Big Brother është komentuar tmerrsisht shumë për sa i përket njohjeve nga jashtë, informacioneve nga jashtë, gjërave që kanë ardhur nga jashtë dhe duke patur parasysh edhe skenën midis Selin dhe Gretës që nuk u treguan të sinqerta që në fillim, çfarë bëra? Që në momentin e parë që hyra thash, "Ok, me mirin kam një raport shoqëror jashtë, sepse kemi një rreth të ngushtë mish, njoh Mateon se kemi qenë nga një qytet, kemi qenë në një shkollë, njoh Stenaldon, njoh Alesion, pas ke njohur gjithë. njoh një Jastinën, që ishte brenda. Pra thash po i heq këto, t'jem i pastër që çfarë do lloj gjëje që unë të bëj aty brenda, të mos më thuhet, po shiko se ti tani mendon se ti do kesh një raport me mirin jashtë edhe pas asaj deklaratës që ti tregove në trotuar që Landi nuk ta kishte dhënë dorë. Unë se kuptova kur pse Landi nuk më dha dorë. Do doje ta sqaroj me të? Për sa kohë ai më tha do pres kur dali jashtë gjigja. Okej. Gjithsesi. Pra më duket edhe veprimi nga ana e Landit pak i tepruar ndoshta? Do me thënë ai pret shok, po doli shoku të jap dorën, do japi ai dorën. E pra se më duket pak si kështu. Pse duhet ta marrësh këtë raportin? Ne do ta edhe ajo është lojë funditës, pse duhet dikosh edhe jashtë. Unë jam jashtë, ti je jashtë. Po mirë, çfarë lidhje ka? E zëm se. Edhe s'ke qenë ajherë. Doli miri ta dha dorën. Ti do ja japësh Landit dorën pastaj? Mos ja jap. Jo, mos ja jep pastaj. Çfarë kuptoni? Jo, sepse Landi e para punës do të vitë çfarë, valla. Çka kam bërë unë? Për mos më fol me ty. Me ty. Po. Një. Dhe e dyta, me mirin minimalisht pres një vlla.
ashtu ishte aty brenda. Kaq. Gjithsesi Landi është parë që ka pasur mbështetje goxha të flakt për Mirin gjatë gjithë kohës, që shok si Landi paçi. Shokët po vërtet shok si Landi paçi. Di se është puna të mbështesësh dikë. Po jo ta favorizosh. Por nuk mund ta mbështesësh në çdo lloj, tani varet dhe nocioni dhe koncepti i shoqërisë. Unë të paktën ta mbyll me këtë fjalë. Unë të paktën një shok të mirë konsideroj atë që vjen ma thot kur e kam gabit troçën surrat. E vërtetë është. Po kjo është më vërtet. Ne do të kalojmë në një hapësirë të vogël publicitar, rikthehemi pas pak dhe do flasim pak më shumë për Arditin. Dhe ne jemi rikthyer këtu në Top Albania Radio në Shizon Air me të ftuarin ton Arditin. Mal mos harëm për çka këtu. Është galusja ajo. Ta marr but, ka në brenda. E ka krahasu. Më duket se hodhi poshtë Nikolin. Ha, më do ta thuash prap. Jo, këtë gjë do ta them. Ta kupton ku do të Çfarë zëri të ekranit ton ju kujton zëri Huajdes? Quiz. Me asnjë thuaj. Jo, nuk është vërtet, ka një ngjashmëri të frikshme me një nga moderatorët tona më të mira. Folë një. Përshëndetje. Ja, kështu jo me këtë ngjyrë, pak më amel. Do flasim sërish për temën e Big Brotherit. Do vazhdojmë këtu me të ftuarin ton Arditin. No, ta them tani thuaj. Bora Zemani njerëz. Oh, okay. Po, për mua ka shumë ngjashmëri. Dëgjoj me ra. No, për mua ngjan shumë shumë. Jo fare. Fare. No. Regjia. E kam pak më do të thuash pastaj. Unë mendoj se zëri im. Jo. Bëri foton e Borës pa. Jo, ej, në zë, jo në pamje. Jo pra në zë, se di s'më. Okej, do dëgjosh në transmetim do më thuash. Të vazhdojmë pyetje. Në pamje atë duket pak më e mirë se Nikoli. Të Arditi. Ja. Një pëlqejnë bjondet, flok shkurtër, e kupton mirë. Ja ku kemi bjondet. Ka fantazi të tjera djali lëre. Të vazhdojmë me pyetjen unë edhe ju dëgjoni zërin ndërkohë. Mund pëlqen shumë. Kam pas borën unë, kështu që ja duroj këtë zë. Gocat tani, më falni se këtë duhet ta kisha bërë gjën e parë, po harroj dhe unë shpesh. Ti s'ta fole fare ne. Jo mund të bëj koment. Stële. Jeni copa të yjeve që të gjitha. Realisht shumë të mira, ju kam djegur edhe përpara. Dhe jeni realisht shumë të këndshme kur e bëni këtë bisedën dhe e bëni shumë natyralisht. Shumë faleminderit. Asnjë fare. Tani Jeri, gota është momenti, biri do të mori kalana brenda. Po, e zëm do kishte ti një emision tani në Top Albania Radio, këtë zgjidhe këtu nga ne si bashkëmoderatore. Shiko. Është pyetje që nuk mund t'i përgjigjem me X-in apo Y-in, me njërin vajzë apo me tjetrin. Me zetën. Ne nuk do me zetën, ja nuk nuk ka lidhje. Akoma nuk ka parë më thellësisht të gjykoj. Është diçka që kur luhet në aspekt profesional unë dua të shoh shumë detaje, se si vëgjëresh jam detajist. E po duhet ta ndjekësh më shpesh atëherë, s'na pas ke ndjekur shumë. Po ju kam ndjekur. Na ndjekur më shpesh atëherë. Do të backstage të shohë si gjithë. Jam un big, po ka baruar të A ka mundësi se Ej, të kthehemi pak te Bigu tani. Dua të flas për ata dy strategët e mëdhenj, Mirin dhe Rogertin. I mendon ti si mirëpafshim. Si mendoni ju? Mirëpafshim Ardit. Hajde Faleminderit. Si është këtë afërmitetin mes tyre? Është fake? Jam për vlezër jam. Ore, Rogertin nuk e njoh, s'du ta njoh, s'më intereson. Faleminderit. Po çfarë dreshin do Miri me një njeri që kur u fut aty brenda i tha të fundit. E lau e shplau. Po mirë për çfarë janë futur aty? Çfarë gjithë ato dy kanë ngjashmëri këta në karaktera? Loja, ku e kanë ngjashmëri? Po ma gjetë ti se çaj lidh ata të dy. Unë do Zemra. Ata në një mënyrë mendojnë, thjesht njëri e shpreh pak më shumë tjetri. Zemrën e mirë. Pik mendoj se ti ke një perceptim të gabuar për zemrën e mirë. Pik. Unë të dy i pëlqen. Janë të dy baballar edhe. Babi mirë dhe Rogerti, ë? Një përpas. Njëri deri motra, disa me gocën i prishin çik marrëdhëniet se lidhën. Vllai që isha dik dilder, dha. Unë shikoj pak se kur Miri do të ketë një shpatull, në fakt ku të mbështetet gjatë gjithë kohës. Nëse më përpara kishte Selini u largua, ai u mbështet direkte tek Rogerti. Ka dhe një shpatull të fortë. Që është antagonisti i Selinit. Po, dhe nga ana tjetër, mendoj se është jo fair për lojën e tij dhe për Mirin si personazh, për faktin se ai ka rënë në më të ultën fundja që në ditët e para që ka hyrë në shtëpi. Dhe nuk ka qenë pak se kemi dëgjuar vërtet shumë nga Rogerti, po e ka akuzuar për incest. Kështu që
Po mirë se Është njerëz hipokrizi nga ana e mirët, jo, s'është Kjo njerëz. fjalia duhet të ndash njeriu nga loja, për mua nuk bën Po, sens. nuk bëhet sens Nuk absolutisht ka sens fare. Rogerti e përdor të shpesh, unë ja ktheja si kundër argument, nuk ka këtu. Është tjetër gjë loja, tjetër gjë njeriu. Jo, këtu loja është ti është njeriu. Është edhe çështje logjike, se nuk logjike. Se sa Kishte logjike krijimtarik e ti. Atë mendoj. Të inskenosh. Se sa krijimtarik e ti të vendosësh mekanizma të caktuar në shtëpi apo banor të caktuar në shtëpi nën urdhrat e tu pa e kuptuar ata, kjo të bën strateg. Se kur del ti me atë pufin në dorë dhe thua ti duhet shkosh ti biesh ti duhet shkosh bër atë çfarë strategu e ti. Si asgjë, thjesht po përpiqesh të bësh lojën. Pse ishte thanja e fundit të Ledionit që ti e budalla në momentin që ti e kupton dhe e pranon. Ja, kush është budalla në këtë mes? Ai hell budallikun e të gjithë i rrotullohen, kështu që faleminderit Ledion për shpresën. Kush i rrotullohet vetëm Të gjithë. I rrotullohen në momentin që kundërshtojnë dhe luftojnë. Ajo është rrotullimi. Jo që mbështetet dhe nuk jep za. Ka një dek me karta dhe i hedh të gjitha në tavolinë. Po. Ti kap njërën dhe ai pas asaj që ti e kapur, aty fillon godet. Po të vi tani Rogerti ti thot Selinës ti vete në Dubai, normale do i përgjigjet ajo se prandaj reagimi, prandaj ja ka thënë Brekenas ka lëviz fare domethënë. Ka diçka fine në mënyrën se si ti do përgjigjesh. Varet nga karakteri se Jo, varet nga loja, që ti do hash nga loja Është ajo vetëm e ofendu dhe me ul poshtë tjerët, nuk është loja e Rogertit. Lufton kur ta thot 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ajo nuk është lojë, se është shumë Mirë, lehta vajza për ta lëm pak Rogertin, unë dua të pyes për një personazh tjetër, Arditin, Mateo. Na ke thënë që e ke pas në klasë në gjimnaz? Jo, në gjimnaz. Okej, e ke pas në shkollë në gjimnaz. Si ka qenë Mateo në gjimnaz? Na trego pak. I afroi vet gocave, i afroheshin gocat atij, ëh? Kisha mendje unë ti unë bëj Mateo. Po ti mendje për gocat Të afroheshin gocat, të ngacmoje po. Unë kam qenë robi më pajsor. Më introvert i mundur. Domethënë s'ke kaluar histori dashuri. Jo, nuk është se ka ndryshuar, po në gjimnaz nuk e gjeja veten shpesh herë me bashkëmoshatarët e mi. Gjithmonë historikisht, fiks komplet deliazez. Dhe historikisht kam qenë personi që isha më shumë i prirur drejt gjërave artistike, më pëlqente që të merresha me to dhe nuk e gjeja veten tek bashkëmoshatarët e mi që e kishin mendje, dalim. S'kam qenë kurrë ky person, ky tip. Ardit, ke ndonjë kujtim interesant nga koha e gjimnazit me Mateo? Nuk mban më ndonjë kështu dashurie, histori, rozë? Se Enxhi vetëm te dashuria, dhe vetë rozë për vetë. Çfarë të dashur e ka pas Mateo në gjimnaz? Po mirë, prandaj thuaj, po e di thuaj. Ha tani, jo. Jo, unë mund të them çfarë histori kam unë me Mateon, jo dashuri, mazë. Po mirë, disa ke pasur. Unë? Po. Asnjë. Po si ke kaluar ato dashuritë e adoleshencës? Po jo, për jam i single. Po pse o burr tani? Hapim audicionet. Po hapim audicionet në fakt për Arditin. Për shizon top. Kush janë të interesuar, kontakt vjen. Atë do ta diskutojmë pak më vonë. Jep ca kritere, ke kritere? Si të pëlqen një vajzë? Si ty? Jo, nuk është se kam kritere. Jo, do bjondem pjen keq. Jo, nuk jam. Po mirë, na përshkruaj me 3 fjalë. Si do të jesh? Wow, Izako. Ka dalë. Se ne bëjmë blesërira këtu, kështu që jepi. Na hoje ti. Po di ku ti të. Po le mua, s'ka gjë. Ardit, ka diçka. I ftuar mund të jetë shumë rehat me ne, po problemi është po u ndjem ne rehat me ftuar. Ty ne nuk pushojmë. A dim se sepse ti përgjigjesh kompliment këtë domethënë. Ky është kompliment. Jo, e marr si kompliment realisht. Shiko, unë me një vajzë nuk është se shoh tipare specifik fizik. Sinqerisht atë. Më falësh. Po çfarë të pëlqen zëri? Jo. E bëri një kompliment. Po pastaj jo memja prandaj po qeshja. Po pëlqen. Është diçka tjetër. Çfarë të pëlqen ndonjë tipar? Qafa. Ora, po ti je i gatshëm për të martu. Si ke mendin tani? Në çfarë faze të jetës je? Se ka njerëz kemi folë për martesat edhe e do familjen. Do ishe i gatshëm? Po. Robin e duar, përse miku dhe zëri. Ishe ai zëri fëmijor për ta. Ti do të vërtetë. Shiko, po ta mendosh. Ja brenda Arditit. Jo, po ta mendosh dhe Livia është gati për një familje. Kush? Livia. Livia. Po.
Sa vjeç je ti Livia? Një takim 4 minutë tani Livia dhe Ardi. Një vit Që sa të rinj nuk ka problem. Bora! Takimi 4 minutë që lutem. Takimi 4 minutë që mua dhe Livia. Ju nuk e dini a jam single apo dal me dike, domethënë kush ju thot ju që më bëjtë? Për shembull. Si se jo deklara. Livia çesha dia. Si e Po shqyr, lutje tona pra mua. Ta bëjnë shumë dhe unë nga ato komentet tipike të atyre lazo, edhe porta ka portier, po goli bëhet. Bora jonë është doktoresh. Do vazhdoni takimin? Të nis takimin? Tani flak direkte 3 cilësi që duhet të ketë partnerja jote. Doktoresh flok gjat? Arditi, Miriam. Shiko sa shpejt kalojnë nga Livia te Huida. Kështu si Miri për zotin. Më fol vallai. Po mbledh drejt, mbledh më fol. Miri dhe Rogerti. Atëherë, 3 cilësi të një vajze që duhet i ketë për mua. E qeshur, solare, pra kjo është një pozitive. E qeshur, solare, Shiko Livia si marri. duhet i ketë profesion. Ja, s'kam fare. Skaren. Ata sa do doktoresh. Ja, s'kam si fare. Kurrë da njerëz se ke dermatolog. Duhet të udhëtimet si puna ime. Okej. Duhet të jetë shumë Lëre se kjo vajzë Nuk e do artist. nuk e do. Ne po bëjmë një intervistë tjetër, nuk kemi vazhdoni vajza. Dhe family orientated. Okej. Po në pamje, tani do na i thuash se i ke 3 gjëra që janë tërheqëse për ty. Zakonisht na tregon një patern që të tërheq. Nëse po flet për anën çfarë më tërheq mua, është ajo baby face. Okej. Ke parasysh? Bëni sa më shumë botox, domethënë që Shumë Ke parasysh interesante. unë gjithmonë kam pasur tërheqje me fytyrën e një vajze. Sesa me aspektet tjera të saj fizike. Normalisht e rëndësishme, por prapë se prapë. Kjo është pjesa kryesore. Nicole hyn ke baby face. E komentueshme. ti vetë te bigu, ti prit se jemi këtu në radio. O, motra, për çik se ka rradhë. Bigu i komentuar Nikolës. Nxjerr më sot këtu të martuar o s'ka. Jemi basi ato që Dhe çika to do çfarë e vënë kruç. Llokume. Sa Tani un jam shumë kurioze të di finalistët e tu në Big Brother. Kush mendon ti se do jenë? Selin, Mateo, 5 do them? Po. Okej. Më duket janë 4. Po s'ka gjë, fute një pesti. Si të mendosh ti, si ta merr mendja ty? Selin, Mateo, Rogerc, Miri dhe Mal. Male, do jetë Male. ke besim që Mali do qëndroj pas daljes së Stenaldos? Nëse të gjithë po diskutojnë që Mali tani do të bjeri, pra do të pezmatohet nga dalja Stenaldos, pse ç'kam një përshtypje që atë djalë Do i dalë një mal tjetër. tani do lulëzoj. Do jetë mal Do ja tamam. bëj bau. Tani do ja bëj bam me vërtaj, ne do ja bëjmë duke ditur karakterin e tij dhe duke ditur mbi të gjitha edhe fushinë e tij të brendshme që ndonjëherë nga Stenaldo ai nuk përpiq, nuk donte që të ishte pjesë shumë debateve aty sepse e shihte që Stenaldo i përballonte vet, do bëj dhe luftën e Stenaldos tani aty brenda. Kështu që Mali nuk e shoh finalist. Ja uroj në fakt, sepse Mali është shembull shumë i mirë për Do ja mua. bëjmë edhe ne bam tani me një këngë që dëgjuesit tanë do ta dëgjojnë dhe ne do kthehemi pas pak. Hajde. Kënga bam. Ja, bam Bam. Zagari ham, yaman show, komore yaman yaman. Komore Zagari ham, yaman show, Rikthehemi sërish në Top Albania Radio, jemi në She's on Air, nuk po e bëj siç tha kjo, He's on Air. You are on air. Put my hands up in the air, put my hands up in the air.
Tani neve do futemi tek prajmi i së martës. Pati goxha, mua më duk pak i qetë, më duk prajmi kaq paqësor, ishte prajmi i parë që nuk u diskutua për Mirin dhe Selin. Nuk përfunduam në Dubai, nuk ndodhen gjëra çuditshme. Shndruam dhe maksimumi. Je shpejt ashtu. Dhe maksimumi erdhëm deri tek Top Albane Radio ose tek palestra e Mateos. Jo, shkuam tek magjia e shëndritit një. Pa, ajo pastaj ishte. Ajo ishte një perlë. Ishte perlë. Do të thënë. Seriozisht e keni ishte një gjest shumë i shëmtuar nga ana e Indritit se nuk bëhet ashtu magjia. Por fare me një vajzë të publikut që kisha në krah. Shëndriti o motra. Shëndriti. Indriti është banor i Big Brother VIP Albania 5. Indriti edhe. Indriti. Mirë, se më ka mërzitur shumë. Ajo. Duhet ta fillojmë duke dhënë e para këtë. Vajza, unë po ju lajmëroj të filloj një She's on Air course. Domethënë për çdo gjë unë do bëj një përmbledhje video që jemi pak kaotike kështu nga natyra, po vërtet, sa mund të merre seriozisht magjia e shëndritit në këtë rast, sepse nuk e kuptoj pse Juela e mori pa seriozisht. Unë do ta bëja më të madhe. Unë mendoj se Juela ka Po Juela bë magji për vetën. Një sekond, se tu duhet të jemi serioz, sinqerisht tani. Unë besoj se Juela ka të drejtë. Ironia. Unë besoj se Juela është ndikuar shumë nga magjia e shëndritit. Sidomos me atë kostumin e kuq që dia një herë. Po. Domethënë, unë besoj që në përgjepa ka pasur jo thelpinj hudhër, kokra hudhër. Të ndaja. Atë ka kap magjia me kohë. Po, jo e ka kapur. E ka përbi. Por kjo magjia shëndritit dukshëm fluturoi lart dhe më lart dhe arriti tek Mateo dhe Brigena dhe më në fund patëm një puthje. Sta dia kështu kisha neta për shëndritit më shumë. Ndoshta do puthje Nikoj. Ë? Se cili ka hallet e vetë ato, se cili qanë vetë. Fix, cili qanë vetë. Shëndriti kur të dalim mund të ketë një varg shumë të gjatë. Jo, unë them. Unë them që të hapim nga këto kështu qendrat. Shëndriti, të dalë dhe me një ato çalma të kokë, O goca, dhe Ardit. Unë mendoj se kjo magjia e shëndritit ka kapur pak edhe Selinën. Mbani mend deklaratën e saj, mbani mend. Normal që mbani mend deklaratën e famshme mirëditorët dhe Dibrano që përmendi se i cilësoi si të pabes. Këtu tani unë heq kufjet se do flasi Livia. Çfarë mendimi ke? Shumë vipa kanë reaguar. Unë kam reaguar në profilin tim Instagram, kështu që më vërtet unë çama shëmtuc mund dëgjoj, jam rregull, nuk do shtoj më gjatë. Mirë se nuk than. Për mua shpreha e përdorur nga Selin nuk është përdorur siç duhet dhe ishte e shëmtuar për të dëgjuar. Dhe e kam thënë dhe edhe nuk e mbaj mend bëj një reagim para sa ditësh duke atje par dje, ku po thoya që kjo gjë mund ta ketë penalizuar Selin. Arsyeja. Nuk është se shpreha në vetvete është e keqe, sepse ajo cilëson që sa të rëndësishme e kam besën mirëditorët që ta japin, sepse po ta dhan ka mbaruar. Ndërsa Selina e përdori në një konotacion negativ. Po, për të sulmuar banorë të tjerë. Nuk make sense. Duhet të theksojmë që ajo ka shprehur, duhet të theksojmë se normale që ka bërë gabim, po ka shprehur që ka dëgjuar në atë tjerë. Është dëgjuar. Tani ju vajza keni dëgjuar, nuk kanë dëgjuar. Ka diçka. Akoma më keq. Nëse ti ke dëgjuar një fjalë apo një shprehje. Po i ka shkar tani se njerëz jemi, bëjmë edhe gabime. Një sekond për sepse ore jem Big Brother. Jo, ishte gabim. Unë po të mos ta. Jem Big Brother mund të bësh më shumë gabime sepse të mos sensin. E hum sensin, po kjo është aftësia e njeriu që ti ta ruash. Shiko, nuk jeni njerëz për televizor që se futeni në televizor dhe bani këto lloj gabime. Jashtë televizorit, pik. Për të mos ta Olivia futi që rinin e për kafe, rinin e për ballate, hani fare. Televizori nuk ka balagje njerëz. Televizori nuk është lagje. Tu jap të drejtë 100% për këtë. Edhe unë si një mbesmirëdite që jam, do ta jap një Edhe unë jam koment. mbesmirëdite. Mendoj që i rrshiti situata nga kontrolli dhe ne themi që koka e falur nuk pritet dhe mirëditorët, veriorët e kanë vërtetuar që janë njerëzit më fiksnike, më të besës, kështu që besoj që dhe Selin do falet për atë që. Atëherë kjo pjesa e krahinave do vrasim një. duhet të hequr fare. Doli prapë te burri. E kam gjys delli Dibrano. E do të plot ajo, nuk e do gjysë. Do të plot, po. Po do i gjejmë çfarë tjetër. Atëherë, koncentrohuni pak. Koncentracione, thonë. Faleminderit. Unë po e shikoja këtë situatën dhe
vërtet është një muhabet kafeje për mendimin tim, sepse është një muhabet të cilin besoj se cili prej nesh e ka bërë nganjëherë në kafe dhe cilësohen krahinat edhe për vlonjatët, ka një lloj cilësimi. Dhe për çamën vetë. Tani ke fierakët e shkret që i ka ngelur ajo damka e magjisë të shkretëve dhe nuk i del. Vajzave të fierit i ka ngelet të dalë syri se sa nami. Këto bisedat krahinore janë aq të shumtuara për të bërë. Dhe vetë njerëzit i kanë Aq të krijuar. lashta për të bërë, saqë nuk besoj se duhet t'i japim më zë. E di pse kemi arritur në atë pikë se saqë ne tashmë kemi aq hyrje dalje me familje të gjitha krahinave të Shqipërisë, të Kosovës, të Çamërisë, të Malit të Zi, etj me radhë, saqë nuk mund të pretendoj më këtë ruajtjen me fanatizëm të një krahine. E tha dhe Harbi dhe jam totalisht dakord. Krenar për krahinën nga jam, për origjinën time. Po absolutisht po. Jam shumë dakord. Po pse duhet të ngre unë krahinën time dhe të ul të dikujt tjetër? Ne kemi një shprehje tjetër. Ne kemi një shprehje tjetër po zhargon që është ajo pyll pa derra s'ka. Kështu që ne nuk jemi askush për të përfaqësuar një krahinë. Do ta çojmë bisedën, hajde të çojmë në Itali. Sa shekuj ka që bëhet? Jo, jam shumë dakord. Që bëhet diferencimi midis terronëve të sudit, pra katonarëve të jugut me edhe në asnjë të gjata kanë përmend pikërisht Lina, që as në një Big Brother italian është bë ky diferencim duke qenë se është një muhabet rruge. Absolutisht. Nuk bëhet të shoh. Këtu dua ta vazhdoj. Dhe kjo mendoj se starton vetë nga ne. Pra ne jemi ata që jemi kontradiktor, më falni, se duhet të se diçka ku jemi kontradiktor neve, kur vjen pavarësia e Kosovës, neve bëjmë Shqipëri, Kosovë, jemi gjithë një, dhe nga ana tjetër neve fillojmë të jemi ti je nga Shqipëria e Mesme, ti je nga Jugu, ti je nga Veriu. Më të mirë, jo se ne. Por më shqetëson fakti që një gocë rritur thot ashtu thon të tjerët, sepse nëse je rritur je përballë me jetën e duhet të dish ti se si janë njerëzit. Pik, edhe jo me bak të diferencim. Kaç, e kam shumë problem të gjallë. Jemi në minutat e fundit. Iku. Po të rrinë çike. Stenaldo la shtëpinë e Big Brotherit. Ishte një moment në fakt shumë prekës dhe besoj se të gjithë ne u mërzitëm nga pak për largimin e tij. Ti ke komunikuar besoj me të. Po, fola çfarë? Si ka qenë ai? E dëgjova unë. Fola çfarë me Stenin? Është mirë. Shiko, është i qetë për atë çfarë ka dhënë në atë shtëpi. Dhe kjo besoj është gjë më e rëndësishme për çdo banor që del jashtë. Në momentin sepse krahasoj me veten time, në momentin kur unë kam dalë, isha i qetë. Pra, thash, dola, okay malla, po dal me kokën lart. Pra, kam bërë çfarë kam dashur, si e kam dashur, kur e kam dashur. Dhe Steni këtë ndjesi më dha. Që në momentet e para ku përqendronim pasi mbaroi Prime, kur erdhi edhe personi për ta marrë, Rezi erdhi për ta marrë, Rezaga. Edhe sot me atë komunikim, pra më duket i Ka takuar Luizin gjallë, keni dëgjuar? Po, kishte qenë për kamë me Luizin, ne kemi lënë, besoj edhe sot mund të takohem pas ditën, mbasi të mbaroj edhe Stenaldo dhe intervista ta pimi kafë bashkë, kemi shumë për diskutuar. Po është i qetë me atë çfarë ai ka bërë. Dhe për mua, sinqerisht, që përpara se tyje, por edhe kur hyra ma vërtetoi akoma dhe më shumë, që ai djalë aty brenda, të gjithë neve, të gjithë, na ulte këm kryq. Është shumë e vërtetë. Momenti që më ka prek mua në Big Brother këtë vit, i vetmi ishte ai i Malit që do t'i tregonte që nuk ishte më banor në Big Brother. Ishte momenti më prekës për mua. Janë ato vështirësi dhe prandaj them që Mali nuk është se do të pezmatohet nga largimi i Stenaldos, padyshim që këto ditë do të jenë pak të vështira për të. Shpresoj shumë që ta kaloj këtë nominim, jam i bindur që do ta kaloj këtë nominim të gjithë shtëpisë dhe nëse po do shohim një mal realisht ashtu siç ka emri. Edhe neve do vazhdojmë të shohim Big Brotherin se do ketë pafund surpriza besoj. Unë do më duhet të jap ty sot një lajm të keq. Që erdhi fundi. Nga shizoni. Tani se kë bëri Basti no të më nxjerr të martuar o bjerë vdi, si do më nxjerrni? Nga këtu nga kjo derë tani. Ti vetëm zgjidh. Zgjidh pra. E pra ti nuk zgjedh kurrë. Unë preferoj takimet 4 minutëshe me gjithë secilën, pastaj mund të zgjedh. Po ne këto takime do shihemi në përputhen tek Megi Bujani. Di që do ishe e keq që kemi nisi bashkëpunim ne në përputhen. Ne në përputhen kemi një. Ai ditë ishte shumë kënaqësi vërtet. Shko, po ta mendosh. Po të kundër të pra.
Ardit ishte shumë kënaqësi vërtet. Të gjitha jeni shumë të mira, shumë të sjellshme. Të urojmë shumë suksese. Dhe shumë faleminderit edhe juve. Ne do të kalojmë në një hapësirë të vogël publicitare dhe rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer këtu në Top Albania Radio në Shizon Air me gocat e mia të mrekullueshme nga Shizon Topi dhe kemi të ftuar një djalë shumë special dhe shumë talent që unë dhe Rezja kemi patur në të njëjtin sezon të Hi dhe Shizon Top. Ai është Desi Doçe, është stilist, kurator imazhi Top Channelit. Përshëndetje, shumë kënaqësi të jem mes kaq shumë gocave të bukura, edhe njëkohësisht dhe të talentuara, se vlen për të përmendur. Me një që ka emrin njësoj si. Po, kam një adashe këtu. Tani, për gjithë ato që ndjekin rrjetet sociale personazhet tona, he is touched by Desi. Po. Kështu më njohin çik më shumë se Desi Doçe. Shumë kënaqësi që t'jem këtu edhe shumë i lumtur për gjithë rrugtimin që secila nga ju ka pasur në Shizon Top dhe për t'ju treguar njerëzve që shiko se sa mund të arrish edhe asnjëherë nuk është mjaftueshëm. Edhe jam shumë i lumtur edhe për ju të dyja që kemi arritur edhe jemi në një tavolinë ku më në fund po më intervistoni, se është gjë shumë e bukur që arrim drejt synimeve tona. Vjen të përmendet që janë hapur sërish aplikimet për Shizon Top. Po, janë hapur edhe u kënaqa shumë që do rikthehet prapë një sezon tjetër i Shizon Topit. Jam çik i mërzitur që s'është më për djem, po nuk është e këtij viti. Mjafton që është ne e dim që zakonisht hapen pak më vonë, por këtë vit gocat aplikante të Shizon Topit do të vinë këtu tek ne. Sa qe. Përpara se të konfirmohen si konkurrente, por do të intervistohen një herë dhe nga ne. Do të japim çdo javë, do kemi nga disa kandidate këtu dhe t'i shohim shumë me detaje. Do bëjmë check-in. Po vidon të shoh shumë nga veshjet, të shoh se si na duket. Ose të nisu foto. Po, nice. Si e kujton eksperiencën tënde në Shizon Top? Një nga eksperiencat më të bukura të jetës time. Ndoshta shumë klishe për ta thënë, do e përsërisja 1000 herë, ndoshta ne kemi qenë një grup shumë i lezetshëm, shumë s'ka pasur si ne. Mirë, po vlen për të përmendur që kam bërë një lloj glow up, Ja, po, qëllimi im s'ka qenë kur modelingu. Ja dhe Rezja, brava. Ka qenë fakt që unë aty ta prezantoja veten me krijimet e mia. Domethënë doja që kur të dilja unë të mbaj mend diçka nga performancë, unë ashtu e quaj performancë. Edhe nga juria komentohej shumë në fakt pjesa e veshjeve dhe kjo gjëja mua më. Kjo është ajo që ti pikase në fakt edhe besoj se arrite qëllimin tënd. Po mendoj që ja kam arritur, se prej aty pastaj obviously ja ke arritur Desi, je kurator imazhi në Top Channel. Po, dhe para se të isha kurator imazhi i Top Channel, dua shumë falenderoj e diellën, se para se të isha në Top Channel isha kurator imazhi i së diellës, pra i e diell, edhe avash shkall u rita dhe mendoj që startin më të mirë kam pas te e diella dhe s'do ishte kështu nëse s'do ishte për të. Çfarë është Sa ajo vjeç ke qenë këtu Desi? Këtu kam qenë 19 a 18 vjeç, diçka e tillë. I vallë sklidesi. Kreativiteti, po. Çfarë të rroj që më shumë për të zgjedhur stilimin? Mendoj që ka qenë gjithmonë te unë, ka qenë një mënyrë për ta shprehur artin, unë kam studiuar edhe për art design, edhe dhe me Rezën këtu o zot. Sa kujtime. Mendoj që fakti që kam studiuar rreth një fushe të caktuar më ka ndihmuar që dhe ta nxjerr më shumë në pak këtë lloj talenti që unë kam pasur, po mendoj që ka qenë gjithmonë aty, thjesht është dashur pak punë për ta gërmuar dhe për ta gjetur. Po mendoj që e kam gjetur veten shumë mirë te kjo gjë. Cila ka qenë sfida më e madhe që e ke hasur, domethënë rrugtimin tënd këtë rol si kurator? Unë për shembull kam një gjë që çdo emision që trajtoj mua më duket sikur çdo puntat është një finale. Pra më duket sikur çdo investim që unë jap dhe çdo përkushtim që unë jap, më duket sikur ai emision është finali i atij emisioni që merr gjithë atë vëmendjen, gjithë atë punën e palodhur nga stafi. Por që kam një fat shumë të mirë që për shembull në Top Channel nuk jam vetëm, kam një kolege që e dua shumë edhe më suporton në çdo hap timi. E përshëndes shumë Malina, e dua shumë. Edhe pastaj pjesa e stilimit mua më shoqëron gjithkohës me personazhe dhe ka vështirësitë e veta, sepse për të veshur një personazh që ti nuk e njeh ndoshta personalisht, duhet të ulesh, ta studiosh, ta mirëmendosh çfarë shkon, çfarë nuk i shkon. Pra është një lloj psikologjisë që ti i bën personazhit, edhe kjo është pjesa më e vështirë e punës. Pastaj rezultati është thjesht për të kënaqur. Ku e veten ti pas disa vitesh, objektivat e tua në të ardhmen, çfarë synon domethënë? Mendoj që çdo njeriu që merret me modën, gjëja e vetme që ata duan është që të kenë diçka të tyre, pra të kenë një brandin e vet. Unë në kokën time kam çdo gjë gati, po janë rrethanat pastaj që
të stepin apo ndoshta edhe tregu edhe momenti që është tani që nuk e kam parë të arsyeshme për të hyrë në treg me një brand timin. Por kjo është një të ardhme të afërt, patjetër. Po, bazuar tek objektivat që ti ke në të ardhmen, a ka qenë objektivi Si po më duket si po më pyetje kështu formale. Shiko, javën që kaloi unë kisha egin, këtë javë kam desin, më duket shumë e çuditshme që bëj këto pyetje personave që unë ja di përgjigjet. Në fakt publiku mbase nuk e din ose nuk e ka kuptuar, por Desi është një nga figurat që ne na rrin më shumë afër, është prezent në çdo hap tonë në Top Channel, edhe është një nga kolonat e Top Channel, mund të them, sidomos për imazh. Është nga figurat që shikon më shpesh në Top Channel. Unë dhe Giulia. Përshëndesim dhe Giulia. Dhe Giulia përshëndesim. Ishte tani të objektivat. Ka qenë kjo një objektive jotja për që ti ishe një kurator imazhi në Top Channel? Ka ardhur si shkak pasojë. Pra, unë gja isha në top, në një mënyrë ose në një tjetër, unë visha personazhe, pasi isha kurator imazhit e diella, fillova të startoja të visha personazhe shumë të mirë që topi kishte, edhe me thënë drejtën ndoshta u pikasa prej tyre dhe më ofruan këtë vend pune që unë patjetër e përqafova me shumë qejf, sepse në një mënyrë ose një tjetër unë gja isha aty dhe njihja çdo skut të errët të topit dhe më do më ndihmonte shumë që t'isha shumë i mirë të kjo punë. Pra, më shpjegove vetëm pak më shumë se si ka nis pikërisht kjo pjesa që ti ke vesh figurat publike, sepse tani edhe unë kur kam hyrë në Top Channel, vija me gjërat e mia, maksimum më thonin po jo. Po pak a shumë ajo kur kam filluar nuk isha akoma. Po pak a shumë ajo është puna në letra, në lapse letër, ajo është puna që ne jemi për ta provuar veshjet. Po thash, un jam stilist edhe për mua është e pamundur që unë mos t'i fus pak ato doçkat e mia te gjëja. Po që janë pikërisht figurat publike që pastaj të kërkojnë. Po, në fillimisht ka nisur kështu, pasi kam mbaruar Shizon Topin, kemi bërë një kështu reunion me grupin edhe Jeta mua më propozon që e përshëndet shumë edhe pse e përshëndeta. Ne kështu kemi vizion përshëndetjes. Po, Jeta mua më propozon që të vesh një nga figurat më mendoj që e them me plot gojën më të bukura që ekrani jon ka, që është Nevina Shtylla. Edhe unë aty pata mundësinë të riformatoja të gjithë imazhin e Nevinës dhe kisha dorë shumë të lirë për të bërë çka unë doja dhe pastaj puna ime u pa, personazhet e tjerë kuptuan që një djalë po rri pas Nevinës që po e vesh dhe donin që të kishin atë prekjen time. Prandaj është detaj Bajdesi sepse ato e kanë këtë prekjen në një mënyrë ose në një tjetër e kanë prekjen. Pra na thuaj emrin e dytë që u besu ke dora jote domethënë ke. Tani unë që te Shizon Topi vishja në fakt argjirën në disa puntata, po me Nevinën ishte më e gjatë, si me thënë, periudha e punës. Personazhi i dytë që kam veshur, nuk e mbaj mend. Nuk e mbaj mend të dytin. Po them, Fioralba ka mundsi? Jo, Fioralba ka qenë te portokallia, ka qenë e treta, pra argjira mund të them ka qenë e dyta. Më kështu. Po, kanë qenë gjitha për një herë dhe unë si mbaj dot mend se kush kanë qenë. Po të parën patjetër që do e mbaja mend. Të parën kisha argjirën. Pra ka qenë informale gjëja me xhirën. Pra ka qenë off camera. Duke qenë se ti Desi ke një punë goxha të lodhshme me pjesën e kurimit të imazhit, unë do të sugjeroj një vend siç është Solid Med për fizioterapi. Sky Simple Smart Spa, Sky lindi nga një vizion i qartë të krijojë shtretër masazhi që evoluojnë në harmoni me nevojat në ndryshim të klinikave estetike dhe spa. Sky, aty ku komoditeti bashkohet me elegancën, qëndrueshmërinë dhe teknologjinë, pjesë e distribucionit të Solid Med. Shtretërit Sky janë të dizajnuar në Itali, duke ofruar një nivel të jashtëzakonshëm personalizimi dhe përsosmërie në dizajn dhe rehati, gjë e cila e bën përdorimin e tyre shumë të përshtatshëm në klinika estetike dhe spa. Sky ka disa elemente që e bëjnë të veçantë, modern dhe unik në kategorinë e shtretërve, të cilat janë: shtrati Sky është 100% elektrik. Ka 4 motor që shërbejnë për rregullimin e lartësisë deri 75 gradë për shpinën dhe 30 gradë për këmbët. Ka dyshek Nuvola me trashësi 17 cm memory foam. Është i pajisur me sistem Hergo, e projektuar në mënyrë që të përshtatet me trupin e njeriut për të ofruar komoditet. I pajisur me teknologji infra të kuqe, sistem ngrohjeje dhe përvojë zanore gjithëpërfshirëse për relaksim total. Dizajn i pastër dhe modern, me kablo dhe mekanizma të fshehur për një estetik të kompletuar dhe elegante. Sky nuk është thjesht një shtrat masazhi, është një përvojë e kompletuar e dizajnuar për të sjellë relaksim, teknologji dhe estetik në çdo klinikë estetike dhe spa moderne. Faleminderit Solid Med. Unë do ikim me vrap në fakt, të them të drejtën ta. Ka fuqërin apo e planifikojmë. Do provojmë të shtratin të gjitha. Duhet me patjetër. Ne do kalim në një hapësirë të vogël publicitare, do rikthehemi pas pak për të folur pak më gjerë me Desin. Jemi rikthyer përsëri në Shizon Air në Top Albania Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në digital. Jemi me Desi Doce.
Dhe tani do futemi tek ata personazhet që ne po diskutonim. Sa qef. Është një listë e gjatë në fakt, dhe sikur e shoh. Mirë. Është vërtet një listë e gjatë dhe do doja në fakt ti përmendja emrat. Okej. Kemi të bëjmë me Nevina Shtylla, Egli Tako, Kiara Tito, Bora Zemani, Rudina Dembaca, Ironela Hayati, Heidi Baci, Neda Balluku, Loredana Brati, Sara Gjordeni, Kleoniki Deliorgji, Enca, Orin e Biaj, Francesca Rustem, Rozana Radi, Argjira Spanca e të tjerë. Shumë personazhe. Kush është sekreti jot Maridesi që lidhesh me kaq shumë personazhe të njohur? Shiko, s'ditë të them një sekret, po mendoj që gjëja kryesore që puna në televizion kërkon është që ti je njëri i drejtë edhe mos ti je një person që ti shkon edhe merresh me këto llafet kështu prapa krave. Ti je realisht një person që thjesht do të bësh punën tënde dhe unë realisht bëj vetëm punën time. Pra nëse më pyet për këto personazhe me sa prej tyre shoqërohesh, mund të të përmend shumë pak me gishtat e një dore sepse ajo është një punë për mua. Nuk e trajtoj si diçka për t'i bërë fresk këtij personazhi, nuk e trajtoj si diçka për ta ngritur këtë personazhin apo për t'i bërë komplimenta kur nuk ka nevojë për komplimenta. Pra është thjesht një punë për mua dhe unë ashtu i trajtoj si disa kliente që kanë ardhur te unë për të marrë një shërbim dhe pastaj duhet të ndahen të kënaqura nga ky shërbim. Sa e vështirë mund të jetë të qëndrosh në mes stilit tënd dhe stilit të tyre dhe ta gjesh atë të përbashtën. Po, shiko, mua për shembull ma kanë thënë shumë personazhe që kur kemi marrë vendimin që të punojmë me ty, e kemi pasur diçka në mendje se me çfarë ti do na stilosh. Pra unë jam te linja shumë të pastra, e urrej vulgaritetin, sidomos në televizion, pra nuk është fare i bukur, nuk ti e pas gjë për të thënë, okay, unë këtë gjë dua ta marr dhe ta vesh edhe për vete. Jam shumë te linjat e pastra, kryesisht për shembull inspirohem nga brende si Victoria Beckham që kanë për qëllim të nxjerrin në pas siluetën e femrës, po aqua sapone, pra pa e rënduar shumë, pa i vënë apo ja nga doli ky Victoria Beckham që mu vesh një herë Rozana kishte vesh një këmish, bëj qelli, mos gabofshe një pantallon të kuq, edhe e komentova unë duke fol, e tha si Victoria Beckham. Po. Rozana për shembull është shumë fan për të punuar, është ta bën jetën kështu fush me lule, nuk mërzitesh asnjëherë me të, edhe është realisht shumë. A ke pas nga ato raste që s'ju ka pëlqyer mënyra se si ke stiluar? Po, patjetër. Ka pas raste, mua s'm pëlqen asnjëherë asgjë. Pra unë domethënë e nxjerr veshën në televizor dhe pastaj një orë pasi e kam nxjerr them pse, do të kisha bëj gjë tjetër. Një kritikë vetes. E kisha mundsinë, po. Po, në marrëdhënie me personazhet e tjera, ka ndodhur që të mos kesh atë domethënë si thua bashkëpunimin e dur që mund të ketë lodhur ndonjë që nuk ta dëgjon këshillën, nga këto. Kryesisht për shembull, moderatorët janë shumë nice për të punuar. Nuk para i ke këto problemet. Për shembull, vështirësia më e madhe në punën time qëndron jashtë televizionit, që është te këngëtarët, te artistët. Sepse është edhe një koncept pak më artistik. Pra ti futesh në një botë edhe për shembull un kam pas një eksperiencë filmi që kam qenë kostumograf, edhe ka qenë shumë e vështirë. Domethënë ti duhet studioje personazhin me orë të tëra, edhe nuk e dije a e kisha arritur atë qëllimin që personazhi kishte. Të lutem ma thuaj trollç, cili nga vipat ty ta kam frikë. Edhe bën mirë. Cili nga vipat është më i vështiri për tu menaxhuar. Që thon këtë nuk do e vesh më. Jo, nuk do thuash ashtu. Por që okay, ke shumë si duhet. Teka ta thojmë më popullor. Sikur teka kanë të gjithë edhe unë përpiqem t'ia plotësoj tekat se kush ka më shumë? Për këtë punë paguajmë, you know. Kush ka më shumë? Po, për shembull një artiste që unë kam pas shumë vështirë të punoja dhe për të kap gjithë ritmin e punës, ka qenë Fifi për shembull. Fifi është artiste shumë e talentuar, është shpirt njeriu, ndihmon shumë sidomos njerëzit e rinj që duan të promovohen, ajo është një pikë shumë e mirë për të promovuar. Po, besoj se janë dy botë artesh që përplasen dy arte që nuk ishin të njëjta. Dhe secili vazhdon atë të vetën, edhe patjetër është diçka normale mendoj në punë, se po na ndodh edhe neve që fjalë do themi, po do na thuash një situatë ku ka pasur vërtet debat për këtë veshje, një personazh publik, për lookun. Na trego diçka. Po se a duke mund si njëri që bëj debat? Po ndoshta ti nuk pëlqen pala tjetër. Ina mi zgurdulloj syt. Mirë. Po jo, në punë jo, jam shumë i urtë, jam shumë i mirë, nuk bëjmë debat. A ke pas ndonjë personazh me të cilin je detyruar ta ndërpresh bashkëpunimin? Po se ne për këtu kemi emrat atyre që ti aktualisht bashkëpunon, kështu që
Ndonjë ka nga ata që edhe nga ata që ka nuk e shtyllur një bashkëpunim. Po, edhe disa nga ato emrat, për shembull ka personazhe që nuk bashkëpunojnë më, por jo se ka ndodhur diçka. Pra ka qenë thjesht një cikël që u mbyll, morën më të mirën nga unë dhe unë nga ata dhe mendoj që ndahesh paqësisht me personazhet. Si për shembull Për shembull me Nevinën, unë me Nevinën kam qenë shumë i investuar në fillim për 4 vite, edhe 4 vite nuk është pak, që ti je gjithkohës edhe për Nevinën nuk është e kollaj ti gjithkohës. Sidomos me gjitha ato dalje televizive që Nevina ka. Çdo gjë edhe ka pas besim të verbër realisht. Po që mendoj që ishte një cikël që hapas hapi erdhi fundi në kuptimin e mirë të gjës. Pra, u mor më e mira nga të dyja dhe tani gëzojmë shumë respekt dhe shumë. Unë do ta kthej në një lloj forme tjetër. Në qoftë se do ta shikoje Nevinën tani, çfarë do ishte ajo touch by Desi që ti do t'i ndryshoje në lukun e saj? Po Nevina është akoma disi touch by Desi. Pra, unë menjëherë pas tu do shkoj te xhirimet e portokallisë edhe unë e di shumë mirë se çfarë Nevina ka për të veshur dhe bashkë kemi zgjedhur. Thjesht nuk është më në kurimin tim të plot, por patjetër që ka indicie prej meje. Ne kishim edhe juri me Gipojani në sezonin ton. Po, un kam punuar me Megin. Po, na tregove si shkoi bashkëpunimi me Megin. Ka shkuar shumë mirë. Megi ka një stil që shumë personazhe. A është lehtë Megi të punosh? Megi ka xhan në kokë. Ty Megi thjesht ta jep gjën që ke për t'i bërë dhe ti thjesht jepi gaz, domethënë. Është më e thjeshtë kështu për ty? Po, është disi më e thjeshtë në sa i përket. Jon është ky i Big Brother që po merr në telefon. Ja hap dot Kristi. Ose po ja mbyll, a? Merr Kristi që merr në telefon. Po, ja po ta marr. Po Kristi do nisë një rubrikë shumë të bukur për shiko. Ka një gjë shumë të lezetshme. Ekskluzive. Kristi, hello. Mirë, a mund t'ja them? Po mund t'ja thuash. Kristi, jemi në She's On Air në Top Albania. Kristi, jemi në intervistë. Bëre shumë gabim që më more. Ishte një rastësi dhe ne e bindëm që ta hapte. Nuk na shpëton asgjë. Jam në një intervistë Top Albania Radio edhe gocat panë që po merrin telefon dhe më detyruan të merrja mbrapsht. Okej, ka dashur mirë, ka. Qasim për pak. Kristi, pse s'ka ardhur tek ne? Ai do më urrej mua tani. Kam një pyetje, po Kristi si është kështu si personazh, domethënë është i vështirë. Kristi është shumë i qetë, shumë i qetë. Ti saqë unë për shkakun kur Kristi më thonë një fjalë do i them, Si ma përsërisë edhe një herë se të dëgjoj. Po cilat janë artistët, burra, çuna që ti vesh? Po, për shembull, para disa ditësh kam pasur një klip me Bardhin. Okej. Pra Bardhi është një ndër artistët që unë bashkëpunoj shumë shpesh. Graciano po ashtu është një personazh që unë nga çunat e vesh. Gjatë Big Brotherit ka qenë Gimbo, pra Gimbo ka qenë Touch by Desi. Pra edhe shumë personazhe të tjerë, po patjetër unë nuk punoj vetëm me vajza. Me vajzat e kam më të thjeshtë, se gjinia e kundërt nuk e di pse, po edhe guxoj më shumë. E ka një gjë që nuk e ka. Por do kalojmë pastaj ke Big Brother që besoj që është ai që të merr më shumë energji nga të gjithë në këtë moment të sezonit. Do kalojmë në një këngë dhe për pak do dëgjojmë pak nga ti. Okej. Dhe jemi rikthyer në këtë pjesë të fundit në She's On Air me Desin. Desi për Desi. Desi, jam rrethuar nga Desi. Desi. Do m'jatimoj. Të mbetemi pak te Bigu. Kush është personazhi, domethënë vipat e Big Brother që ti thua dua ti ndryshoj komplet stilin këtij njeriu? Stili është një gjë shumë personale, domethënë ti sa do të përpiqesh t'ia ndryshosh personit, aty janë në një ambient që janë të mbyllur, domethënë unë nuk mund të jem i afër, nuk normalisht nuk jam. Po, unë përpiqem me gjëra të vogla, pak nga pak, step by step, të ndryshoj disa gjëra që bashkë me Malvinën nuk na pëlqejnë disa personazhe, për shembull modelin e flokëve, kur del Flori nga shtëpia i themi mos ja bëjmë këtë Juelës, pra bëj një gjë tjetër. Pra janë këto kritikat e vogla që imazhi i personazheve aty të përmirësohet se kjo është në të mirën e gjithëve, po më së shumti në të mirën e tyre që janë brenda. Kush është personazhi i cili ka marrë një upgrade kur i thon në pjesën e imazhit që kur ka hyrë në Big Brother? Mendoj që Brikena. Po, mendoj që Brikena ka qenë një personazh që është paraqituar shumë nga jashtë, edhe mendoj që hyrja në Big Brother nuk i ka bërë asgjë veç se mirë. Pra njerëzit e duan shumë, kanë krijuar një mendim komplet kundërt, po për sa i përket imazhit, mendoj që personazhi që ka qenë korrekt në çdo prime, nuk ka gabuar asnjëherë, mendoj që ka qenë Selini. Po, edhe mendoj që janë disa personazhe që çfarë do t'ju veshësh, do e ndri gjën. Pra, është shumë e rrallë që ti të kesh disa personazhe të tillë në televizion, po ka
edhe kjo është për tu. A ke ti preferencat e tuja në Big Brother që mbas edhe vishin edhe më mirë sepse ti kuron pak më shumë? Jo, unë kuroj të gjithë njësoj. Është realisht vlen për të përmendur se ka ndonjëherë shumë keq kuptime që ndodhin që jo po ti mban me hatër. Jo, interesi im është që ajo gjëja dalë mirë, pastaj nëse e di se si ka ardhur një fustan shumë i bukur. Ishte një sponsor natën e së martës së Prime-it edhe ti postove vetëm 2 nga banorët me atë veshje që kishin projektuar me inteligjencë artificiale. Pse nuk e postove të tjerat po vetëm 2? Po të bëja gjithë storyt. Po. Pra ishte thjesht për të pra faktikisht që kam postuar 2, domethënë që unë nuk është se kam ndonjë preferencë shumë të madhe. Ideja është që kam postuar ato të dyja se edhe pse ça hyra unë vitin tjetër në Big Brother, do më veshë desis, do më veshë modesti çik më mirë se tjera. Po shoqja ime prej shumë vitesh, unë nuk e mohoj këtë si fakt dhe jam realist për këtë gjë. Ama nuk ka gjë keqe. Të gjithë bëjnë po në Big Brother. Selini ka trupin të tillë që i shkon çdo veshje. Për shembull, Juela dua ta theksoj, të martë të shtunë më fal ishte skandal. Ja, se jam dakord. Të martë, më fal, të martën, jo të shtunë, të martën me kostumin. Është çuditshme skandal nuk do foja. Po, ka veshje me marka, e disa për shembull vishet me marka. Juela vishet me marka shumë të shtrenjta. Selini her pas here, për shembull kur Rogerti i thoshte kushti sjell ty valizhet me rroba, unë aty mbrapa situati me duart e veli. Kjo e vërteton që duhet të kesh më shumë gusto se sa të shpenzosh. Po, e vërtet. Më mirë, merre edhe 5.000 lekë të vjetra të jetë. Por si të shkëlqen brendi në ekran, ti përpiqesh sa të duash, futi çfarë të duash. E ka një lloj prekje magjike që Juelas nuk po i shkëlqen. Ama ka një diferencë, sepse besoj unë, mbas e gaboj, më korrigjon nëse se rrobat Selinit ja përzgjedh pikërisht ti. Po unë dhe Malvina, të dy bashkë. Super. Jueles, kush ja zgjedh rrobat? Je ti apo është ndonjë familjar, ndonjë përgjithësi nga familja? Shiko, për të gjithë personazhet, familjarët duan që të sillin rroba, se patjetër ato kanë gjëra përditshmërie që unë nuk kam se ku t'ja gjej, pra gjëra që ata i kanë përdorur dhe jashtë Big Brotherit, po për shembull unë kam dhe një lloj komunikimi me familjarët, pra unë flas me për shembull ti Livia kur ke qenë Big Brother ne kemi komunikuar edhe me mamin tënd, për sa i përket veshjeve dhe gjithë gjërave, se mendoj që duhet t'ja u shpjegosh dhe për te. Pra duhet t'ju shpjegosh gjithë se si është rregullore dhe se si duhet. Dhe pastaj kanë dhe një farë dorë të lirë, po çdo veshje që hyn në Big Brother kontrollohet patjetër. Nuk është asgjë kështu. Për vajzat, po nga djemt aty, e ke ndonjë nga djemt që është më i kuruar deri në veçantë? Djemt janë të gjithë në dorën time dhe të Malvinës. Interesante. Por sipas teje është djali më i kuruar aty? Mendoj që mua më pëlqen shumë stili i shëndritit. Është një gjë pak më casual, është një gjë që ti e merr një këmishë e vesh, mund ta stilosh në shumë mënyra, gjë që çunat e tjera e kanë çik më pak, se janë me kostume shumë serioze edhe. Po dhe Gimbos ai këmisha Po, që kishe veshur ti? Këmisha që kishe veshur ti? Jemi shumë të vëmendshme ne. Desi e di për çfarë jam kurioze. Sa po bash tash këmishë Desi. Desi jam shumë kurioze të di reagimin tënd kur ke parë fustanin e Brikenës, Prime-in e të martës. Kemi qarë kështu si institucion. Kush ja zgjodhi Brikenës atë fustan? Ishte një fustan që kishte ardhur nga familjarët e Brikenës, Po ata nuk ja dinë masa Brikenës. Po ishte, shiko, Brikena kur ishte, askush nuk e kishte menduar që do ishte në këtë planin këtu. Duhet menduar se duart të planin këtu që e uloj dot me kokën. Ajo Brikena nuk ishte. Ky plan ishte super imagjinueshëm, sepse ishte një televotim shumë i fortë. Do kthente dhe do përçafonin, do u hillshin, do bënin. Edhe për siguri fustani nuk do bënte keq, po ishte pak më i gjatë. Po Brikena fustani është goxha i gjatë, po Brikena ha me gjatësi. Prandaj po them, nuk janë dinë masat familjarët e saj. Unë hasa këtë problem dhe me Egin bashkë në Big Brother. Pavarësisht se mund t'ja di masat e Egit e të gjitha, një fustan nuk të bie njësoj siç të bie një fustan tjetër. Është siklet më vete, domethënë, unë kur çoja fustanin dhe isha kështu dhe ruaja Egin, ai veshi si i ri, ai ri si pikërisht. Imagjino ne që duhet ta bëjmë për 12 banorë që janë. Unë në Big Brother kisha si listën time që më kishte marr masat para se të fusja dhe u detyrua të me merrni masat përsëri sepse trupi im isha dobësuar, nuk kisha më, mund ta them vitë, nuk kisha më shumë. Ai sa ka. Kush do të futet në Big merrni 1 metër me vete dhe ndoshta po mund të jetë një gabim i vogël, nuk mendoj që është. Nuk mendoj se është një problem.
për mendimin tim është diçka që na ndodh çdo gocë. Brikenës janë super bukur me është bërë virale shumë. Desiana po do më duket të thotë që ai sa i ka Brikena e kemi mbuluar ne me 2 koka, ëh? Edhe kjo, po ai sa ka Brikena këto fustanin, më kanë bluzet. Po. Po mirë, Brikena për shembull i do fustanet ose shumë të shkurtër ose shumë të gjatë. Pra ti nuk mund të gjesh një të mesme, sepse edhe ajo vetëm ma ka thënë që nuk më shkojnë fustanet që janë. Edhe unë jam kundër ato kyçi apo treqarekshë. Për shembull Juela i vesh, Juela si rrin, dhe pse është i gjatë edhe ka forma shumë të bukura, është pak më do ishte për Brikenën për takat. I kemi futur takat të tjera. Edhe unë e vura re. Faleminderit. Po, ishte një kështu shqetësim publik ky. Dhe morë masa atë më njëhershme. Se ishte fustani i verdh, takat e zeza. Po, është s'ka problem. Djemt, po edhe Rogerti, në fakt e kam parë pak që luan me ato xhaketa. Po, Rogerti është është nice si person, pra ka një karakter që nuk e kanë të gjithë njerëzit, edhe është shumë e vështirë ta hasësh në ditët e sotme, qoftë edhe për guximin që ka, mirë keq është guximtar, edhe në veshje është po njësoj, pra vesh xhaketat e verdha, vesh xhaketa blu, domethënë do shumë vivid në ngjyra, do vetëm të bërtasi që është siç vërtet kështu me vërtet do të bërtasi edhe me ngjyra. Tani unë do të bëj një pyetje, do na marrësh ne të gjithave dhe do na thuash si jemi veshur ne sot. Ose edhe kur na shikojnë rrjetet sociale, sociale, kështu që na vlerëso sipas mund të japësh dhe këshilla. Po, super. Tani kështu. Okej, nisa. Kam frikë tani. Për shembull, Enxhi është vesh ngjyra për shembull roz, që është pastel, shkon shumë me tiparet, se ke tipare shumë të errta dhe duhet një ngjyrë e butë. Po për shembull është set sportiv, edhe për ekranin për shembull ne s'pare kemi shumë qejf, po në radio është çik më casual dhe e kuptoj gjithë. Po në përgjithësi Enxhi me outfitet e saj, mënyra. Po nice, është disa herë dhe kemi komunikuar bashkë kur janë bër photoshooting e shizonerit, kemi komunikuar për veshjet. Unë kam një stil pak Ke qef çizmet e gjata, më çizmet e gjata, fundet e shkurtra, domethënë pantallona shumë të shkurtra. Mirë, për shembull për gocat e reja është një stil që mund ta gjejnë veten. Pra është një lloj inspirimi. Po, at the same time. Pastaj Desi kam vënë që ka shumë qef të gjërat me logo. Ka t-shirtet kështu që unë kur e shoh në herë nga ekrani vjen t'ia pres kokën. Dhe pse më Enxhi Desi me këtë bluzën. Po që nëse është nice, është stil i thjesht, i pastër, clean, nuk e çaj shame. Thjesht me logo. Po thjesht me logo. Ecim. Po Rezi është shumë nice, shumë kreative. E kompleton gjithmonë lookun edhe me flokët edhe me gjithë gjërat. She never fails, domethënë është and we're matching today. Po. Kuida pastaj është. Ska marrë në stilin tim, se janë një Pocahontas. Unë ta di stilin pak a shumë edhe pëlqen shumë ato fustanet kështu si principesa, sikur do shkosh në një vend kështu në jug të Italisë, në plazh, është shumë nice, është shumë veror, edhe më ngjall gjithmonë energji shumë pozitive që është shumë e vështirë ta gjesh. Ina pastaj kokrajullit nuk kam çfarë them. Livia pastaj duket shumë si pas shkolle. Sot studente. Për shembull Ina më pëlqen shumë outfitet, domethënë është e kompletuar. Për te fakti që ne njihemi edhe jashtë shumë më shumë, po e njeh shumë mirë veten tënde, është kam arritur është gjë shumë, pra unë kur mbyll sytë e di se si është veshina sot. E kam një imazh, e kam një siluet për ty në kokën time. Pastaj Livia zemra ime, që e dua shumë edhe e kam shumë për zemër. Livia për shembull, pam sot me këto që kishte veshur se u bë. Do e quaj fare. Okej. Do e quaj fare se unë shumë krenare. Edhe do shikoj trend i ri, aman. Do të çoj çik në këmbë. Dere dorën, edhe të gjitha gocat që do vishen si jam e veshur unë sot do t'i nis. Shiko, tantella dhe silku janë shumë in për momentin. Për shembull ti ke parë ato xhaketat me ato fustanin e Zarës që u bë shumë viral, që e nxjerrin pak kështu poshtë deri te gjuri. Të gjitha, goca mi nisni ju sepse kam një dis me Desin. Po që Livia më pëlqen. Unë do t'i blej Livia, këtë do ta nisë unë foto. E pranon guximin. Unë nuk jam guximin. Edhe unë nuk më parashikon. Për këtë unë ta vlerësoj shumë sepse ti je guximtare dhe asnjëherë nuk vishesh apo të bësh diçka për të pëlqyer masës. Favorite thing për stilistët është dikush që guxon me stilin. Po, patjetër. Dje për shembull e mora zvarr mos merrte një palë streçe të verdha të shkurtra. Opa. Ja, po mund të kishe marr për shembull. Hajde goca. Mund të kishe përdor për një editorial, për një shooting, se çdo gjë ti do e veshësh. Për të dalur Odesi me xhaket, ja me taka, unë jam gjithmonë e paparashikueshme. Kështu që Ina do kthehemi sot. Ke kujdes. Se mund të bëhesh një çorb.
Bysaka. Dhe ishte shumë kënaqësi. Kënaqësia e gjitha ime, faleminderit. Unë shijova shumë këtë intervistën bashkë me ty. Edhe unë. Na kishte marrë. Se trajtova si intervistë, trajtova si një bisedë shumë mes miq edhe Vërtet. faleminderit shumë për të gjitha fjalët. Ne të urojmë shumë suksese në vazhdim dhe të shoh lart e më lart. Ju dua. Erdhi dhe fundi i She's on Air për sot. Ne u mërzitëm shumë se do mbarojmë, por do shihemi përsëri të njëjtën tjetër. Atëherë ju puthim. Po, ju puthim. Ciao.